Buqim në bu CHI. Bu CHI podcast. Ja, mi mbrëma. Mi mbrëma, Qa bëre? Si kalove? I çmirja, po mundojsha të shikoja që tani se është bërë një update i ri me subscription këtu te TikToku, edhe bë ka 5 euro që të bëj dikush subscribe. Edhe çfarë mund të ofrosh ti subscriberëve? Kishte domethënë një sër gjëra të ndryshme që mund t'i ofroja, po nuk e di domethënë a marrun lek nga ato subscriberat apo jo, se mua s'më ka thënë gjë. Aha, e marrësh. Po që me lek nuk diskutohet, te është me qa rejti, të me thëna... Varet, nuk e di varet se edhe mund të jetë thjesht, I don't know, I guess. Po se dhe këto rejtet i kanë shumë të këqia këto, se dhe përfutën shumë me këto dhurata që kam parë unë, këto janë 1/3, 1/3, 33%. Po është shumë keqe, Shiko, jo, e vërtet është keq, por këtë lloj shpërndarje, këtë lloj mundësie që të jep live i TikTokut nuk ta jep asnjë platformë. Është këto sfidat që ka bërë gjitha këto, asnjë platformë tjetër se ka. Dhe këta e kanë... Akoma se kanë kuptuar shumë mirë idenë në këtyre sfidave, domethënë që çfarë në kuptojnë, çfarë qëllimi arrin. Është jam për gallat. Unë bërë para ca kohë kur kisha TikTokun e parë, se një TikTok me 40 ca më mbyllën, mo. Kur kisha mua ças më kanë mbyllur vlla. Mua kur të vinte më mbyllin i hidhur shqiptar. Mua kur të vinte më mbyllin kështu në jetën reale vetëm se çes më ka janë me gjëra. Zbrit nga planeti legal. Çfarë do thoya unë? Janë domethënë për gallat, po kur i bën kështu me sfida me gjëra mund të jenë ose me dëndime, atëre ka më shumë e kupton, jo derdh çik miell në kokë, jo thyer një vezë në kokë, më kupton, gjëra gallat. Po. E plago atë videon e pas shparat që kishte Rudi, ishte shumë e bukur. Ne unë dua podcasti të trajtojmë disa herë atë si temë se është zakonisht shumë e vështirë, edhe për ta trajtuar në mënyrë që mos të ngëllosh sikur s'do që rob të vjen për shkollë apo s'do që rob të kenë një jetë më të mirë. Si më bëhet shumë shefi domethënë që diskutohet tema tilla, se është vërtet gjendja jashtëzakonisht shumë kritike. Se më amen se kjo është edhe zgjidhja e gjithë atyre robëve që po ikin, nëse po u zgjidh kjo si problem, është zgjidhja e shumë problemeve të tjera që kemi. Po. Ne jemi një nga vendet e vetme edhe në Ballkan madje, jo vetëm në Europë, edhe jemi nga vendet e vetme në Ballkan që nuk kemi shkolla funksionale profesionale. Po, kanë qenë domethënë një pjesë edhe mund të jenë akoma, po sa për emër është ideja. Se nuk janë aq të, domethënë shkolla profesionale gjimnaze flas, se atje e merr atë. Kanë pasur shumë shok. Po, kanë pasur shumë shok që kanë shkuar, po nuk e kanë përdorur dot domethënë për ta shndëruar në karrierë, në profesion. Fatkeqësisht. Ky është një problem. Po problemi është edhe me gjimnazet në përgjithësi shqiptare, edhe me arsimin, duke filluar që nga klasat e para, domethënë, edhe deri në mëtej, duke filluar që nga biznesi i librave. Se këtu te ne bëhet biznesi edhe me librat e shkollës. Ajo është gjë shumë e keqe. Se unë të shpërndaj një eksperiencë nga jeta këtu, domethënë, unë gjithë vitet që kam që studioj këtu, si viti para përgatitor, edhe si këto gjitha vitet që kam studiuar, domethënë, në të gjitha drejtimet, unë nuk kam bler asnjë libër deri më sot. Jo, më fal, kam bler një libër që nuk je i detyruar ta blesh, mund ta marrësh me qira nga biblioteka e universitetit, po s'ka mjaftueshëm ose zakonisht janë të vjetër. Ai libri është si Bibla e inxhinierëve ndërtimi, se ka të gjitha formulat e tij. Normalisht ai e ble një 70 euro aq është.
Po të gjithë profesorat e kanë materialin e tyre kompakt në preskripte që i uploadojnë si PDF online, domethënë, dhe ti plashtyt pastaj bëj çfarë duash, ndash mësoj, ndash mos e mëso. Kjo gjëja me librat mua domethënë unë po prisja këtu e dija se ishim idiota këtu thash, valla, çfarë po studiojmë ne s'kemi libra. Çfarë po studiojmë? Ku janë librat? Ku janë ato që të vesh atje të presësh ti marrësh libra, ti ngresh libra deri në shtëpi kështu. Nuk ekziston dhe fare si që domethënë në shumicën e degëve nuk ekziston. Të vetmi që janë të detyruar të konsumojnë domethënë informacione të super kërkuara edhe që normalisht janë në libra, janë vetëm lëndët e juridikut. Juridiku këtu vllai është e kundërta e Shqipërisë. Është nada me ditën. Këtu ata që vënë është jashtëzakonisht shumë e vështirë, vraznin e vetën pastaj se mbarojnë dot e gjitha. Edhe mjekët, domethënë që kanë ato libra të anatomisë janë si tulla kështu. Në Europë tjetër po s'patë që vetë domethënë ai të sugjerojnë profesorët të gjithë thonë, ke librin e filanit, të fistekut, rallë, të qëndon, shumë rallë të qëllojnë që profesori ka librin e vet, se aty me sa di unë, nuk kam qenë vetë, po me sa di, shumica e profesorëve kanë librin e vet. Të gjithë kanë librat e tyre, edhe ndikon shumë nëse nuk e ble librin për shembull unë ne librat e 9 vjeçarit si kemi falas, në gjimnaz janë me lek, nuk e di sa ishin 70-80.000 lek, a mos më shumë, dhe ato të shkollave të larta pastaj, në qoftë se nuk je pak kështu i guximshëm deri diku, të bën super gola nga këta pedagogët e shkollave. Ne kishim një nga lëndët më kryesore që bëja unë tek anglishtja, 3 vitet e bachelorit ishte analizë teksti. Libri dhe fleta e punës së saj bënin 33.000 lek, vetëm ato librat. Dhe duhet të vihet ti ta shkruaj ta blie tek një kancelari që e dini këta të shkollës, vetëm atje mund ta blie. Dhe nuk ta jepnin fletën e punës, jepnin vetëm librin. Tek libra ai 150 faqe, 33.000 lek. Po pse s'ta jepnin fletën e punës? Se e mbante, domethënë ose se blinte fare, por se vetëm librin edhe tamam, fiksot, just për kafe. Mbante kustin xhep ato. Jo vetëm me këto, po dhe me libra të tjerë, po ajo që më bënte më shumë përshtypje mua ishte se unë tek anglishtja bëja dhe gramatik në gjuhën shqipe, kam bërë 2 libra. Dhe që të dy këta si libra, që ishin të gjithë profesorët më me emër gjuhëtar të Shqipërisë, që duke filluar që nga Mehmet Sheliku e të tjerë, këta librat ishte njëri 4.000 lek, njëri 5.000 lek të vjetra. E kupton? Profesorat e Shqipërisë që kishin libra aq lirë, se doni që të mëson. Këta pedagogët e tanishëm që këta fut çmime sa që donte qefi. Ishte një tjetër një histori sa ai ato materialet tëra i kishin mbledhur ca ndej ca tek 15.000 lek libri aty, pas një ngjyrë, pas një figurë, pas një gjë. 15.000 lek libër. Imagjino, po sa libra blini t'ju plakova mesatarisht për një semestër ose... Po kishte 12 lëndë në vit. 12 lëndë në vit. Sa lëndë mund të kishin nga 2 libra. Ato që i blinin vase, unë nuk blija, unë i fotokopioja libra nga 2.000 lek, nga 4.000 lek. Se me ma do mereshin ata? Është jashtë liqme, mirë se di unë që është jashtë liqme, po si dhe përse fotokopioja. Atë se copyright dhe drita autorit për asnjë gjë, po për këtë do... Po, ja, për këtë do... I thash në po të vjajo ditë që do më fusin mua në burg se kam fotokopioja libri, po. Vari leshtë të tjera. Hajde. Ta ndezu një se që ta mbaj hundën jashtë ose ti, me të sënë, që mos ta blokojnë ata. Vetëm tymin do me të nëzirë jashtë, edhe atë mos e nëzirë në atë. Me mbaj dorën jashtë edhe frikë shumë. E kupton? Që mos të duke tymin. Se limitohet fare, dhe nuk mbarojnë këta vjursa që kemi këtu. Ore, Plako, me atë protestën e studentave atëre, Plako, si ka mundësi që ajo ishte gjëja më reklamuar edhe nuk solli asnjë lloj ndryshimi, fatkeqësisht. Apo solli e s'dim gjë ne. Jo, ideja ashtu, ajo ishte protestë shumë e rëndësishme, si protestë, sepse ajo tregoi që në Shqipëri ka një lloj fryme, ka të paktën kjo kategori njerëzish në Shqipëri, studentët u mblodhën me një qëllim të përbashkët që donin arsim më të mirë. Kaq donin, nuk është se kishin diçka më specifike. Pastaj ato kërkesat u bën e kupton erdhën më mbas, më kupton, po ky ishte qëllimi dhe ishte qëllim shumë i pastër. Po tani
atë vit që u bë protesta, ajo tarifa u përgjysmua. Do me thënë, nga 250.000 lekë që ishte për mua, vajti 125, dhe për ata që ishte më shumë. Po, që të ketë ndryshim afat, do me thënë, ndryshim tamam afat gjatë, është pak e vështirë dhe se ndryshimi nuk mundet, do me thënë, të filloj vetëm në arsim. Se që të filloj në arsim, ai duhet të filloj komplet në gjithë shtetin. Se ka shumë sektor një shtet që duhet të filloj tamam ndryshimi. Dhe nëse kupola e atyre që janë atje sipër nuk duan ndryshimin, sa do ta duan ne këtej poshtë, nuk e duan ata dhe pastaj kauza duhet të zgjeroj, duhet të bëj që nga bën një reformë në arsim, pastaj bën një reformë në gjithë Shqipërinë në çdo sektor, më kupton? Rrezoni qeverinë. Kjo duhet ishte, po që kjo është pak jo është kemi gjithmonë. Mendon ti se bojkoti i mësimit dhe bojkoti i sallave ka peshë dhe sillën ndryshim? Do me thënë, nëse fillojnë të gjithë studentët bëjnë bojkot, tani do ketë ndryshime nga këto, që do thoja jo hajde flasim, jo shkoni në shkolla, jo pastaj një pjesë do fillojnë do vend, patjetër, se janë ata që i kanë prindrit në punë me, e kupton, me shtetin, me këto andej këtej, edhe do prishet, më kupton? Nuk ka frymë, sepse mund të ketë. Je ti, jam unë, është filani, fistoku, jemi në një grup, do marrim në dorë. Çfarë mund të bësh o plak? Po thjesht ta diskutuar si ideal, nuk është se do i japim zgjidhje tash. Po çfarë mund të bësh ta vrasësh atë frymën e atyre që kanë persona në ku dëgjon në shtet apo etj. Po nuk ke çfarë, do të thënë, një person që i ka familjen të mësuar, ai me atë mentalitet të shritur, ai nuk ke, do me thënë, çfarë të bësh, sepse ata nuk e ndjen njeri rreziku, sepse këtu në Shqipëri çdo parti ka ato votat e veta, që janë sidomos Partia Socialiste, që është për rrjedhoj partie punës, e cila ka elektoratin e saj. Dhe asaj një 40% të gjithë votave ti nuk ja lëviz dot, më kupton fatkeqësisht. Kështu që çfarë do lloj trazire, çfarë do lloj gjë të bëhet, ata nuk e ndjejnë, sepse i kanë votat e sigurta të gjyshërve në xhep. Dhe prandaj nuk e vrasin mendje. Ti mund të shkaktosh i trazim, mund të bëjnë ata gjëja sikur po lëshojnë diçka që po ja se do arsimin do një. Arsimin do ja u rregullojmë ne tak, i fusin në një bojë ata shkollave, sillin në një bank atje kështu, në një, e kupton, në një të re. Mund të heq ministrin ai direkt. E kupton se këto ministrat janë kështu, lodra. Heq ministrin ai, mund të heqin në një rektor, në një dekan, në kështu, hop ja u bën ndryshim. Janë të gjitha fasada, janë të gjitha. Pjesë shumë e bukur që ishte atje që vura Leon Plako, ishte pjesa që në të vërtetë arstimi i lartë është një skam i madh. Fatkeqësisht, nga që kemi qenë dhe aktiv në për këto shoqatet e studentëve, nuk e di sa funksionon aty te ato tuajat, po këtu te ka çdo universitetin shoqatën e vet, asta që e kanë emrin gjithë ato, edhe pastaj emrin mbrapa, emri i universitetit. Edhe e vërteta e hidhur është Plako që arstimi i lartë, pothuajse kudo në Europë mbaron edhe në botë, edhe në Amerikën të gjithë, domethënë ka rënë vlera jashtëzakonisht shumë, sepse jo vetëm që futen njerëz, domethënë edhe që nuk duhet të ishin futur aty, për shembull, ose futen vetëm për eksperimente. Këtu është pak më mirë se normalisht. Unë kur jam futur për shembull, kur jam futur te Universiteti Teknik, ne kemi qenë në semestër të parë, se këtu është me semestra matet. Kemi qenë në semestër të parë debutet 230 veta. Në semestër të dytë ne ishim 160. Në semestër të katërt kur ndryshova unë atë, ishin debutet 83. E kupton? Këta kanë gjë të mirë, nga që kanë atë lirësinë nga familja dhe nga shoqëria, domethënë që s'të pëlqeu, s'ka problem, vazhdo, gjej jetën tënde, një, po edhe dyta, që është më kryesore nga të gjitha, kanë mundësi financiare ta përballojnë një lloj ndryshimi të tillë. Kupton që ta lënë pas dore dhe vazhdojnë diçka tjetër se e dinë që do mbijetojnë. Ka ndalë shumë trend tash këto kohët e fundit, domethënë që klasa e mesme, sidomos në vendet për shembull siç jemi unë tani fatkeqësisht, ka rënë rasti edhe Belgjika, Hollanda këto, që janë arritur taksat në atë lloj farfeje, me të gjitha sidomos edhe me këto tash të ambientalistëve, jo më the të thash, ka mbajtur shumë e qiell, domethënë sa po arrin të gjitha po ecin në drejtimin e Brukselit. Për shembull të jesh një super mjek kirurg në Bruksel, për shembull, të marrësh diku te 200 milioni euro, domethënë,
në vit, e zëm se merr bruto gjysmë milioni euro në vit, për shembull në Bruksel, as me çerekun nuk do përfundosh. Se gjitha tjetër do ikë taksa, e kupton? Edhe e njëjta që po ndodh këtu, edhe dje e kam parë një video që bënte një nga këto analistët financiarë që nuk ja vlen më për asnjë person këtu që do të punoj për shembull kasier në supermarket apo kështu të punoj. Kur je për shembull, e kishte marrë një shembull një mama me 2 fëmijë e vetme në lidhje, nëse do zgjidhje të punojë, domethënë në punë me rrogë minimale, do kishte një pagë diku tek 22-23.000 euro në vit. Kurse në qoftë se ti do të dilje e pa punë, do merrje benefitet e shtetit dhe bashkë me shtëpinë që do ta gjendë shteti dhe ta siguron do ta paguante shumicën e asaj, përfitimi aty të mblidheshin në 24.000 euro në vit. Kështu që ka marrë çdo gjë një lloj downfall i plako që është jashtëzakonisht shumë e frikshme. Po këtë pjesën e që ti e përmendë për pjesën e shkollës që janë futur jashtëzakonisht shumë persona dhe duke qenë i ka rënë vlera, është jashtëzakonisht shumë e vështirë se un kam dëgjuar shumë njerëz që kanë atë, s'ka problem, të futen se mirë bën ti kemi. Jo plako, sepse ti nuk konkuron dot më në treg. Se në qoftë se dalim shumica për shembull zëm juridikun se ai juridiku është shembulli i keq fare aty në Shqipëri. Tani, në juridik shumica e atyre që do fillojnë si jurista, nuk do fillojnë as si avokata asgjë, se ka gjithë secili lekun, do të futet në shkollë avokatie apo të vazhdojë magjistraturën e tjera. Edhe dim se sa e vështirë që është e gjitha e tjera. Tani si jurist vllai, nuk është se është në një punë që kërkon kapacitet të jashtëzakonshëm. E kupton? Thjesht kërkon bazat e ligjit, edhe ke një punë që do fotokopiosh, do edhe vësh formulare, do plotësosh gjëra, do ndihmosh klientët e tjerë. Tani ti si individ nuk konkuron dot. Si mund të konkurojë nëse do ishte një numër i qartë se sa jurista dalin. Sepse në momentin që ti thua që plako, po se inflacioni edhe kështu tani ma bëj mua nga 330.000 lekë apo 350.000 lekë. E çaj këto ai. Hajde, ciao, marr atë tjetër, nëse ai tjetri njësoj do vit 3 muaj do vit të punoj pa lekë. Sa për provë, edhe mbas provës do punoj edhe një vit e ca ai 300, edhe ai po të ndroj kështu në atë lloj pozicioni fillestar, për shembull, ti nuk bie ton dot, se nuk ta ka njëri nevojën. Edhe kjo ndodh shumë me shumë gjëra, edhe siç e përmend edhe ti me inxhiniera që kanë punuar me 400.000 lekë. Un kam dashur të bëj një praktik. Kam pasur praktikën në shkollë, kam dashur ta bëj në Shqipëri, domethënë. Kam dashur ta bëj, kam dashur të marr letrën, domethënë, po që nuk funksionoi. Ai inxhinieri Zdakova unë tek ajo firma që nuk e përmend dot, më falësh. Kishte mbaruar shkollën në Itali, plako. E kishte mbaruar shkollën në Itali, në një qytet të vogël të asaj regionit Veneto, edhe me master me të gjitha, domethënë, edhe punonte në Shqipëri, i martuar me 2 fëmijë, punonte në një firmë që nuk është e vogël, domethënë që nuk është as pak e vogël, me 550.000 lekë neto. Tani unë nuk e kuptoj domethënë se si ai mund të jetë inxhinier i keq apo se di ç'a mund të jetë, po mua më duket jashtëzakonisht shumë pak. Mua më duket jashtëzakonisht shumë pak. 550.000 lekë vllai për një inxhinier ndërtimi dhe inxhinier terreni, se ka një ndryshim në Shqipëri për shkakun që e kanë vënë inxhinierët e terrenit në Shqipëri janë ata që shikojnë poshtë, jo mos inxhinier terreni është ai si bën ato të tjera. Ktu është e kundërta për shkakun. Ktu inxhinierin e terrenit tu nuk e bën asnjë njerëz se është shumë stres, e kupton? Ke do të i fusësh gjitha gjërat bashkë. Se konstruktori ka diçka. Konstruktori nga ana inxhinierik ka më shumë bagazh se sa i nga terreni, se kërkohet, e kupton? Por ai bën atë të vetën e thot ai çalla, e bëra unë merres batoj ti me çfarë duash. Kurse ti do plasësh trut tash me të gjithë, ti ja shpjegosh gjithë rrogën. Edhe ai merr kompania ishte shqiptare. Po. Urdhëto? Kompania ishte shqiptare. Shqiptare. Kompania ishte shqiptare aty, bile kompania punonte dhe me koncesion e shtetit madje. E kupton? Që në letër nuk ishte shans ajo t'ja kenë vënë rrogën aq sa ja kanë vënë aty. Kupton? Është e pamundur. Po gjithsesi funksiononte ashtu që funksiononte që ishte një fatkeqësi shumë e madhe. Edhe ai nuk konkuronte dot, sepse sa inxhiniera kanë në Shqipëri, domethënë që mund ta bëjnë atë punë. Mbas se bëjnë ashtu siç e bën ai, nuk diskutohet. Po në Shqipëri ai 2019, dhjetori 2019 sa tregojnë që nuk është se i plas trapi njeriu shumë për cilëtetin e ndërtimit, domethënë. Pafund se nga që kemi dhe lidhje familjare, kemi shumë që merren me to deg me gjëra ose lidhje shoqërie të gjithë. Ka shumë persona që punojnë në ndërtim në Shqipëri, që janë inxhiniera,
Edhe kur vjen puna për të pjesa e sigurisë në punë, një, edhe tek mbarvajtja që si e zbaton planin ti, ata për të kursyer hekur, për të kursyer beton, i zvogëlojnë gjërat, edhe ai i thot, unë do të paguaj, ti do vësh firmën, ai se vend do të firmën vet ai që ka lekët, kupton? Do ta vë inxhinieri, edhe paguan ata i thotë që ti s'ke zgjidhje vllai ti, ose do marrësh lekët, ose e din vet pastaj, e kupton? Gyp. Edhe çfarë do bësh ti? Çfarë do bësh ti valla ti? E zëm ti e 32 vjeç, ke një familje, sapo e ke krijuar. Gjëja e parë që do të vjen më ty është bebi vogël, thaj që pse çfarë do lë atë pa ngrënë tash. Juristat janë nga do. Kto për shkakun që ka pasur një gjysë dashur ai me ka studiuar apo ashtu gjuhësi aty. Asnjë lloj ardhme valla për këtë shkollë. Nuk ka market fare. Kjo është shumë e trishtë plako, sepse të themi të drejtën, se edhe pak klishe është, po ka dhe pak vërtetësi brenda. Ne shqiptarët jemi çik të dhënë kështu gjuhësisht, e kupton? Nga që jemi të varfër, nga që kemi pasur rob tutje jashtë, domethënë, kemi pasur televizione të gjitha. Po edhe gjua nga ana gjuhësore më anë ti do ta dish më mirë se mua atë pjesën që fakti që ne kemi 36 shkronja dhe lloj tingulli, domethënë na ndihmon një çik që të shprehemi, domethënë. Edhe ne mund të kishim një treg jashtëzakonisht shumë shëndetshëm me këto. Po aty ndodhi budallik që edhe për kthimet e plako i bëjnë avokatrit, domethënë, edhe marrin paguajnë sa për një kothere buka të gjuhëtarin, edhe bën aty vllajt ja thonë, "Ok, unë kam 15000 lekë faqa, aty botit ja japim me 7000 lekë faqa." Po di unë. E kupton? Kjo është, më thënë, e trisht fare. Me e keqa fare, pastaj është ike ti, atje iki unë, atje ikim gjithë atje, për shembull kështu. Kush do vi do ta lidhi lavatricën? Kush do të zhbllokoj banjat? Kush do i bëj lidhjet elektrike? E kupton ti që ne nuk kemi një shkollë ndërtimi më. Këto shkollat mekanike profesionale që kanë qenë në Shqipëri nuk del më asnjë mjesht ndërtimi. Prekosh. Krizë. Prej kohësh nuk del më asnjë mjesht të ndërtimi në Shqipëri që të ketë letër thotë, "Oh vllai, unë bëj këtë punë." Ata që i kanë marrë i bëjnë në institucione private, që i bëjnë në teori, e kupton thjesht në zonë atje ban punë. Edhe vinë këtu në Gjermani punojnë 10 muaj me kosovar, sa të vën kemët, marrin kontratë pastaj punojnë si njerëz me gjermanët, e kupton? Është edhe pastaj ata dalin rob thon pastaj po nuk duam ne të na vinë Bangladesha si thua, po çfarë ishte ajo tema atëre të na marri vendet e punës. Plako është krau lir punës ai. I pa shkolluar ti, i pa shkolluar ai. Ai është më i lirë, ai ta merr kraun e punës normalisht. Ajo është, apo vetë ti në Gjermani, njëtin që po bën ti në Gjermani. Njëtin që po bën Itali, njëtin që po bën Zvicër. Ai do bëj, ashtu funksionon bota. Po ideja është që ne nuk po futemi në Europë që të kishim ikur, më kupton, ne si kim do me letrat tona. Po pse e pa kemi ikur o bru? Unë kam të gjithë hekur thysat, kam deri tani unë jam te projekti i 6 që po bëj. Kam 3 vite që punoj në profesion, përpara dhe unë kështu, lloj çat dilte. Plan të projekti i 6 nuk ka hekur thysa valla që është nacionalitet tjetër. Të gjithë hekur thysat që është puna me nder më shkërdhat ndërtim, që vdes, të shkatron, të shpërfytyron si njeri. Gjithë shqiptar janë. Unë kam quna 19 vjeç ai duket si babi im. E kupton? Për zotin lart të bunë, është fatkeqësi, e kupton? Të gjithë shqiptar janë, kosovar, maqedona, se këton, ku dëgjojmë, çat bosnjak, çat malizzi. Tan malizzi që ndryshe të pak, se kanë një pozicion kështu, janë kështu si formen, e kupton që i thonë ti bëj këtë bëj atë. Janë edhe një çik më të kapur ata. Po të gjithë vëllai shqiptar. Edhe punojnë si kapsh, ka mëngjesin deri në darkë. Fillojnë punën në 6, të mbarojnë në 6. Edhe gojën mbyllur e kanë. Po sa ne bën? Asnjëri nga ata nuk do të kthehet, nuk bëjnë plakoj, sidomos kur të zënë një që punon me individër që i kemi njohur dhe personalisht plako çuna të rinj punojnë nga 5 euro ora. 5 euro ora është në sigurt të marrësh në Shqipëri ku dëgjon, sa i bie 200.000 lekë, e kupton? Që të pra si gjë. Se pra atë punë që paguhet ai, rrogë minimale që ka caktuar shteti është 17. E kupton? E ta e marrin të zez, i shqyen, po them, si njerëz, dhe çfarë bën ai, ikën zari fare, risa atje sa të njohin ai në film tjetër, kështu që bëjnë shumë mirë se Gjermani po shikon që e mirë dha të mirë se do vlerën ta ketë ai, pse te paguaj tjetër.
Edhe i punon. Shumë shqyqyr janë rregulluar, domethënë ata që kanë qenë edhe një çik më të rinj, që kanë mësuar gjuhën e gjitha. Shumica kanë ngecur. Ça janë mosha e babit tim, domethënë, ose nga 40 deri në 60 vjeç, le ta themi kështu, janë të ngecur atje, nuk lëvizin dot fare. Nuk lëvizin dot, nuk kanë fëmijë, ata i kanë fëmijë në shkollë, do ta çojë fëmijën në shkollë, të paguaj këto, të paguaj ato. Edhe kështu që edhe kush e dëgjon këtë, ideja është që nëse nuk e do atë shkollën, nëse nuk është vërtet diçka që të plotson, thjesht shumica të baballarëve ashtu siç kanë pasur unë i kemi, siç mund e perceptoj që mund ta kesh pasur edhe ti, kështu që nëse të dhimbset ndaj një çik, mos e harxho lekun kot plako. Thjesht më mirë i puno në një vit sa të gjesh atë gjën që do të bësh, sesa ta vazhdosh, se nuk është ndonjë gjë shumë e madhe. Edhe për shumicat e gjërave, me këtë akses që kemi ne si rinit tash, nuk të duhet me shkolla për të arritur shumë gjëra, shumë profesione që mund të bëjë domethënë. Po të gjitha ato duke filluar që nga punë të programimit dhe këto të tjera, ti nëse mëson programimin, unë nuk kuptoj pse studion në Shqipëri menaxhim biznesit, për çfarë do studiosh menaxhim biznes më zemra? Çfarë bën ti 5 vite shkollë për të ikur të hapur një lokal pastaj? Seriozisht e hapi lokalin vëlla, ose ik puno. Ik vëlla puno 2 javë në Vlorë, ku diçka 2 muaj në Vlorë, 2 muaj atje, 2 muaj këtu, ik puno me një hotel, lekët i bëre, fap ato lekë që lidhje për shkollë, lidhi, hap ato që do hapësh, edhe kur del sa klem, di ke 2-3 kontakte, ke 2-3 rob të mirë që mund të punosh, bëj me ata. Menaxhimi i biznesit është shkollë që është, nuk e di domethënë për çfarë studiojnë ata, po këtu të shqiptarët bizneset të vogla kam. Edhe nuk biznesi në Shqipëri është unë asnjëherë nuk do hapja biznes në Shqipëri. Pse? Domethënë biznese nga këto që janë që kanë të bëjnë me shtetin. Më fal një sekondë, se më bie pak dera. Okay. 97 veta të mrekullueshëm të live-im. Kam edhe një video në YouTube. Shikojeni ju. Shikojeni. Më plak. Ja. Që po thoya tek biznesi, unë nuk doja që të hapja një biznes i cili ka lidhje me shtetin. Ata timor dhe këta. Nuk doja të hapja një biznes të tillë në Shqipëri, asnjëherë. Se nga të gjitha eksperiencat që kam parë unë andej këtej, shteti do nxjerrë ligje dhe taksa pa fund që ty të rrjepi në të gjitha anët dhe do të shkatroj jetën me atë biznes. Po kupton? E vetmja gjë që un kam qejf të bëj këtu në lidhje me këto është të merrem me YouTube, me TikTok, me këto që lekët që do marrun të më vinë direkt mua, jo të kaloj nëpër shtetra e nëpër kështu të më kërkoj mua shteti llogari, se akoma si u kanë filluar të taksojnë ato, juve? Jo. Mund të taksojnë ata, jo. Shiko, ka për sajtet të ndryshme ka. Po nuk e di se si mbase taksojnë dhe unë nuk e di, po që ideja është që nëse ke diçka fizike, nëse ke ku ta di unë, dyqane, biznese kështu, do heqësh shpicirë në Shqipëri, nuk bëhet. Ishte një koment të thotë Ema thotë, po taksa e mban vendin, ku ka biznes pa taksa. Kjo është fiks Ema pa të ofenduar, është një nuk e di, na kanë ngjerur kjo në ndjenja maritiste, se taksat e larta ose taksat që rëndojnë popullin asnjëherë nuk mbajnë as shtetin as biznesin, se shteti që ka taksat e larta do ketë më pak startupe, më pak biznese, më pak çdo gjë. Taksat duhet i kenë ata që janë mega biznesmen, vlla. Ata duhet të paguajnë taksa. Oligarkët. Jo ai tipi që ka dyqan bën 400.000 lekë në muaj, ai s'ka çfarë taksash paguan. Jo, se edhe ashtu që thua ti plako është pak gjithë përfshirëshe kështu. Nuk ma mëna se vetëm ato. Secili duhet paguaj taksa, po secila duhet të ketë sens. Duhet të jetë minimale, duhet të jetë ai çpak sa mundet, domethënë. Se edhe ai oligark po ta marr, pavarësisht se ne i kemi në një lloj grade tjetër, domethënë, apo ku dëgjon. Po në ata kanë po janë 4-5 veta këtu te ne që po kapin $1 bilion, ka ca veta këtu te ne. Që kapin $1 bilion, është e frikshme.
Si në Shqipëri ti kap 1 milion. Do e kapin në plako sepse nëse ata kanë kapur politik me gjitha normalisht do e kapin, po ideja është që ta Pra, është kapje shteti, pjesa është për faktin se ai oligarku, domethënë ka më shumë peshë se ka një dyqan 400.000 lekë, por sa ai oligarku vërtet mos paguaj taksa, ka kushte të këqija, ku dëgjon, është i korruptuar apo gjithë të tjera, po mos harro faktin që ata kanë më mira njerëz në punë plak. E kupton, dhe politikës i duhet ajo se do vinë zgjedhjet prapë, e kupton. Edhe ajo është klasë që kontrollohet, kështu që nuk mund të jedhin poshtë se diçka që i ka ose ai të paguaj taksa. Bile to që janë super të famshëm, domethënë me pasuri shumë më të mëdha, në asnjë vend botës do të paguajnë taksa më shumë, bile më pak. Me të gjithë që ke parë me Tesla, me Elon Musk, me Jeff Bezos e të gjitha, vetëm që ata të vend të investojnë në vende të prapambetura, në qytete të prapambetura ku ka papunësi shumë të lartë. Është hapur tani në periferi të Berlinit për shembull Gigafactory i Teslës, është fabrika më e madhe e prodhimit të Teslës në të gjithë Europën. Ata e kanë për shumë vite pa taksa. Ka shtete të caktuara që mund të përdorin politika, që të jenë lehtësuese për oligarkët, po oligarkët në Shqipëri janë pak problematik, se këtu te ne shteti është totalisht nën kontrollin e oligarkët. Madje këtu te ne ka pasur, këtu te ne është edhe krimi tmerrsisht shumë i fuqishëm, ka pasur kriminal që kanë pasur llogaritë pasuria mbi 600 milion dollar të deklaruar. Në rregull, problemi tek këto plako është se nuk i kontrollon dot as oligarkët as kriminalët, vetëm ajo që ti mund të mendosh se kontrollosh është shteti. Si mund të kontrollosh shteti? Po se ti e zgjedh pra, ti zgjedh qeverinë, ti nuk zgjedh as oligarkun as kriminalin. Të kuptoj, po ai shteti që do zgjedh unë, ai duhet që të filloj të marrë masa në lidhje me këta oligarkët, Se nëse ti asnjëherë nuk prek këta oligarkët, po atëherë këta i bie që janë mbretërit e Shqipërisë. Ajo dihet normalisht se çdo interes madhor do kontrollojë, sa shumë do edhe këtu. Thjesht nuk është në atë lloj gradi sa ta ndi direkt individi. Unë e kuptoj shumë mirë ku e ke. Kam parë ca dokumentarë, është një kanal në YouTube gjerman, e ka DW Documentary. Vend ca dokumentar shumë të mirë. Kam parë ishte një dokumentar për Leipzigun. Për Leipzigun ka qenë CEO-ja i një nga kompanive më të mëdha të ndërtimit i Gjermanisë. Edhe tregonte mënyrën, se si tregonte jetën e këtij. Kishte pranuar ky vetë ta tregonte, edhe kishte gjithë kompaninë e këto edhe i tregonte. Një diçka më ka bërë përshtypje mua. Ishte në një si tip mini lagje ky aty dhe ishte një deputet zone. Ishte një çun i ri ky. Me flokë të gjata kështu ka shorela ky deputeti. Ky tani CEO-ja i kërkon leje atij që të ndërtojë tek zona e këtij. Mirë, po këta nuk duan që të ndërtojnë aty, se sa më shumë të ndërtohet, këtë prishin ato pazaret, pastaj rriten çmimet e shtëpive dhe politikat e tyre të brendshme. Po që ai nuk donte, deputeti që t'i jepte lejen e ndërtimit aty. Po. Edhe i thot ky CEO-ja, i thot atij, kam dëgjuar që ti do të blesh një shtëpi, thaj. Do të blesh shtëpi të re, po është e vërtetë që dua të blej, thaj. Po unë mund të gjej shtëpinë më të lirë, thaj. Thaj deputeti, nëse se je politikan, nuk do të thotë që të kesh benefite nga oligark si puna jote, thaj. Ton tak iku në shtëpi ai oligark. Unë do të diçka plako se kjo është, shiko. Unë do të dëshiroja jashtëzakonisht shumë që situata të ishte ashtu siç thua ti. Por Deutsche Welle, atë që e ke parë ti, me shumë mundësi ka bërë atë CEO-n e Hochtief, që është nga kompanit më të mëdha gjermane edhe në Europë për atë punë. Edhe kjo që ke parë ti fatkeqësisht nuk është material i mirë për mendimin tim, për faktin sepse është propagandë e majtistëve të Partisë Shile. Këta kanë bërë disa, jo vetëm Deutsche Welle, ka bërë ZDF-ja, ka bërë ajo televizioni i parë që e kanë përpara zgjedhjeve. Kurse tani janë në koalicion jeshilët, janë koalicion të fortë me këto të tjerët, i kanë hequr atë që kishte vite me Angela Merkel, është në opozit partia Angela Merkel, për pas shumë vitesh. 3 mandate sa bërja. 3 mandate bërja? 3. Tani, këto plako, unë jam edhe industrisë, se më këtë dalë fix në ko, ta janë njerëzit më kanceros të mundshëm për mbajvajtjen e një shteti. Ata nuk të lënë të ndërtosh vetëm se del një karkalet, se del një mushkonjë tillë, vetëm për faktin se propaganda atyre është ne mbrojmë këtë, mbrojmë atë.
Me gjithë këto që kam parë unë deri tani, do me thënë, 99% atyre që thonë ata janë të gjitha budallalliqe. Këto lloj individës si ai që theti ai është deputet i ri me kaxhurela. Unë e di shumë mirë që vetëm një deputet i Partisë Jeshile mund të ketë atë përshkrim, domethënë se të tjerët këtu nuk është si Shqipërisë, që që mori Rama atë gocën e re që shpihi ministrit e re për atë. Nuk të merr njëri ashtu. Ashtu vetëm Jeshilet bëjnë, të gjithë tjerët janë serioza, domethënë me shkolla të super përgatitur. Jo, e kuptoj. Gjithë këto të Jeshilëve, domethënë, që kur kanë mbaruar Covidi tani janë të zhytur në skandale, duke filluar që nga maskat me këto ndërtimet në Bayern, ta plako landi Bayern i Gjermanisë, shtyn një ligj Jeshile të fuqishëm fare që nuk do ndërtoni më vila ju, edhe po të doni, do i bëni shtëpi që të jetojnë më shumë se 2 familje. Që ti edhe po ti jesh i suksesshëm për veten tënde, domethënë, do të jetosh në Bayern, nuk mund të bësh më. E kupton se nuk i do qefi këtyre, duhet të mendosh edhe për të tjerët, e kupton? Janë ca lloje politikash që janë jashtëzakonisht shumë toksike për të ardhmen, domethënë. Unë e kuptoj shumë mirë se çfarë do të thoshë ti me atë histori dhe qëndron, në shumicën e rasteve qëndron. Ideja është domethënë tek integriteti i një politikan, sepse nëse do ishte për shembull e njëjta situatë në Shqipëri, ai deputeti ose ai do merrte ca vila tek ai pallati që do bëj dhe ai lejet do ta merrte direkt. Më kupton? Kjo ishte ajo që doja të tregoja unë, se politikat e brendshme normale nuk i njoh aq mirë, po këtë si segment më bëri shumë përshtypje, domethënë, dhe tregon që në Gjermani, domethënë, ka njerëz në politikë që janë me integritet. Kjo më intereson. Në Shqipëri njerëzit me integritet janë këto është zero. Nuk është gjë e re vllai që ka Gjermani, se normalisht se janë kohë ato ku janë, po edhe glorifikimi i këtyre domethënë nuk është i drejtë shumicën e rasteve, se për shembull nëse ka një lloj industrie, që është industria më e zezë në të gjithë Europën, që është industria e parë që pastron paratë e mafias, pa dalë to të reja tash i Bitcoin ambicioza, është industria e ndërtimit, kupton? Nuk diskutohet fare. Landslide është ndërtimi kudo. Edhe Italia është shembull i parë asaj. Mafia në Itali ka ndërtuar gjysmën e Italisë qendrore edhe shumicë ato që ka. Jo, e vërtetë është, po mafia ashtu ka bërë Las Vegas në atëherë, po shiko, ideja është këtu. Në qoftë se ne e marrim të mirëqend faktin që oligarkët në Shqipëri po taksojnë në mënyrë të drejtë dhe shteti po i mbledh taksat në mënyrë korrekte nga oligarkët, atëherë pyetja është ku vjen këto lekë? E kupton? Kjo është pyetja. Po nuk ka shteti jo nevojë të taksoj specifikisht as oligarkët, plako. Ne jemi shtet i vogël, do të kuptojnë gjë ka shumë të thjeshtë plak, me ndihmat që marrim në Europë, domethënë. Edhe më aq taksa sa marrin në Europë, edhe po ti kalojmë prapë në taksën e shtetshme, që ka pasur Saliu, 10% për gjithë, jo progresive, që sa më shumë të marrësh, aq më shumë të vitet përqindja. Edhe 10% ta kesh, kemi mjaftueshëm kapacitet për të ecur përpara plako. Po thjesht duhet të vijnë prioritete, se te ne nuk vrijnë prioritete. Domethënë nuk ka fajin as ky që është tash ata ka qenë përpara se janë të gjithë njësoj nga ajo. E kupton? Janë të përqendruar më shumë tek fasada e gjërave, domethënë, jo të bërthama, një gjë që ndihmon vërtet. E kupton? Ne nuk kemi nevojë për rritje taksa. Një shtet i vogël me pa investime si Shqipëria nuk ka nevojë për rritje taksa, nga asnjë anë. As oligark, as ai me dyqanin 400.000 lekë. Do ulje taksash plako që të ketë inside Evropi vëlla që të dojë të bëjë diçka, të dojë të krijojë diçka, të dojë të investojë. Nuk është në asnjë vend të botës nuk ka funksionuar ngritja e taksave. Është njësoj si me komunizmin. Edhe është paushal kudo. Shikoj, hidhi syt kudo, asnjëherë nuk funksionon ato taksave. Siç ta përmend atë rastin e Belgjikës më përpara. Shumë profesionistë i kanë hapur tani të gjithë kompanitë në Irlandë. Pse i kanë hapur kompanitë në Irlandë? Se Irlanda është në u dhe taksat i kanë shesh. E kupton? Kompanitë e aviacionit për shembull si Ryanair ose si Wizz Air, këto që janë low cost të gjitha. Wizz Air është në Hungari, Ryanair është në Irlandë. Pse? Se i kanë taksat në tokë, po dhe këta ofrojnë shërbime shumë të mira edhe mbase sjuan ato që janë të lira, domethënë për stresin si puna jonë, që unë dua të vit, shikoj pritrit, për shembull është shumë e mira ajo. Më kursejnë gjën mua, e kupton? Po, është e vërtet. Ideja që ndron, nuk është se patjetër duhet rritje taksash ose këtu te ne duhet zbatim i ligjit. Po kupton, nuk është se është rritja, duhet mbledhja e taksës. Ne nuk kemi domethënë
shifrat të sakta se si mblidhen taksat. Ne e dim që ne na takson ja 1400 lekë më duket për litër nafte, aty mblidhen shumë lekë. Dhe se sa taksojnë këta të tjerë, se sa kanë të deklaruar, se sa punëtor kanë të deklaruar, se sa punëtor nuk kanë të deklaruar, ne këto nuk i kemi valla. Prandaj duhet zbatim si fillim i ligjit. Nëse fillon dhe ligji zbatohet dhe këtyre ju merren aq taksa sa çka ligji tani, po që merren të gjitha zbatohen, atëherë pastaj shikojmë më vonë i rrisim apo si i rrisim apo i ulim. Po kupton? Po si fillim duhet zbatueshmëria e ligjit. Po këtu nuk zbatohet ligji. Unë mendoj se merren taksat të plak. Unë nuk mendoj se problemi është taksat nuk merren. Taksat keq përdorohen aty. Kjo më duket më shumë si gjë mua. Ata thjesht i xherojnë në një lloj mënyre shumë vicioze ato taksat. Ai paguan taksat edhe jep një tender atij për shkakun që prapë ja jep mbrapsht, kupton? E vërtetë është po të njëjtët oligark i marrin prapë këto tenderat, më kupton? Ata i ndajnë lekët bashkë me politikanë. Kështu që kjo është ndërlidhja e tyre. Kështu që këtu me pak fjalë politikanët janë kukulla në duart e këtyre oligarkëve, se që të vinë politikanët në pushtet ju duhet ndihmë. Më kupton patjetër. Ndihma është lekët i hedhin të gjithë këta bosat, që janë oligark, biznesmen, i hedhin të gjitha lekët e fushat dhe i marrin me oligarkët me sa vjen mirë se ne kemi koka. Si? Ne nuk ja vjen mirë se ne kemi disa me emra ose 1, 2, 3, 4 që i njohim domethënë, po pjesa për të ardhur në pushtet ashtu funksionon kudo në zona me korporata. E kupton? Gjithë secili, për shembull, këto të ishin të për energjitë konvencionale, të për gazit, për naftën, mbështesnin në partinë që kishte Merkel. Këta që janë me elektricitetin tash për shembull që po fillojnë kështu që nëse keni probleme doli një ca kohë për se u rit nafta, blini makinë elektrike, se nuk do rritet elektriciteti. Edhe prap, është rritur elektriciteti, plako do rrida kontratën nuk do të paguar 40 euro në muaj se po ndroi shtëpi tash. Para një muaj kur e pashun ishte 40, tash është 60 euro në muaj. Kështu që është çdo lloj gjëje, domethënë nuk është aq e bukur, nuk është aq e thjeshtë, ose nuk është aq shumë herë më mirë se sa duhet. Është funksionale. Po, aty të jap të drejtë, është funksionale, deri diku funksionon. Ama plakot je kështu, të ushqen domethënë vetëm sa që mos të vesh te pika që të çohesh. E pra, ideja që ndron që me gjendjen aktuale të Shqipërisë ka shumë persona që janë të palumtur, po një pjesë nuk e din që janë, nuk e din se çfarë duhet të presin, se Enver Hoxha atëherë i goditi dhe ju mësoi, ju tha që shikoni këta afrikanët këtu, ne jemi më mirë se sa këta. E kupton? Dhe shqiptarët krahasojnë veten e tyre me komunizmin dhe ju duket vetja sikur janë mirë, gjysh shejtan. Ne shikojmë Amerikën në televizor edhe na duket sikur jemi shumë keq. Tani kjo përkthehet dhe në vota fatkeqësisht, se një pjesë vazhdon. Kështu që një ndryshim duhet të vinë në Shqipëri, më kupton? Duhet të vi patjetër një ndryshim, tani se ku do filloj nuk e dim, po duhet të filloj patjetër. Se ne që jemi këtu në Shqipëri jemi goxha të pakënaqur nga shumica dërmuese e gjërave. Edhe fakti që edhe këtu në TikTok po të bësh një scroll kështu të thjesht, shikon gomone që janë 10 vençe me nga 25 çuna brenda në mes të detit atje, me duar nga qielli për të vajtur në Angli. Nëse Shqipëria do ishte një vend që të paktën do kishte një lloj të ardhme për këta lloj njerëzish, nuk detyroi të ikte njëri atje, se nuk ka njeri që t'i futet detit me atë gomone, se të gjithë njerëzve ja u ndjen zemrat e frikën. Sa që janë gati të rrezikojnë të shqyen të vendit gjithë botën, vetëm që këtu mos të rinë. Duke filluar nga unë i pari, jepet mundësia për të ikur. Ku do vesh bulide? Po ti pse do ikë? Ti po ikë ku do kesh më kohë për zhvillet? Po çfarë ti orë unë po atë vetë të filloj punën në nga këto vendet e Europës që të paktën të kesh mundësi të bësh, ku ta di unë, të bësh në gjatë saktë vëlla, po këtu çfarë? Këtu nga çfarë lekësh merr nga video? Çfarë do bësh tu? Çfarë do bëj në shkollën time të lartë? Do bëja mësues. Mire va, ma shpjegoj që të rrugëtimin e pjesës ti, që po thoshe që s'ke qa bën me shkollën, do më thënë e thot gjitha tjera, si e zgjodhe tjela, ti personalisht, atë, me qa mendimi kishe do më thënë, ose qa është ty se mori që vajtë ati të ka jo shkollë?
është shumë e bukur kjo, po në fillim unë vajta për inxhinieri elektrike. Bëra një vit te Politekniku. Gati një vit, janë 7 muaj. Pastaj e lash atë, se pas që aty jo vetëm që ishte për ata që kanë mundësi nga gjendja financiare, po edhe pedagogët njerë edhe të gjithë ata ishte ambient shumë toksik e vlla. Ti e kishte ca komunista, pedagog që mua më hapën barku, mua më vështirosnin njeriun ata, jo me pedagogun. Ata s'më dukeshin pedagog fare më valla. Ata mua më dukeshin për bindsha të sistemit. Edhe nuk kishte vlerë për mua ajo lloj rrugë, nuk bej. Kryesisht ishte edhe nga gjendja financiare, më kupton? Se po të rri atje në mos për 3 vite bachelorin, për 4 e për 5 do ta mbylli, se ashtu e kanë mbyllur të gjithë. Edhe e lashun atë, pastaj mbas asaj punova ja një vit ndihmës mekanik. Kështu me vaj, me grasu, me gjëra. E ke parasysh? Ndihmës mekanike po. Mekanik, se më dëgjova kamionist, po s'ko më bënte lidhje me grasu. Ndron vaj filtra, kështu të bie vaj në kokë, gjëra si këto. Edhe pas asaj domethënë nuk është se kishte ndonjë lek shumë të madh atje, jo, kishte ajo punë lek, po duhet që të bëj një lloj kursi ose shkolle, më kupton? Edhe donte goxha lek që të bëja atë shkollën. Unë ato lekët si kisha. Edhe thashun, ç'a do bëj, thashun, shiko, do futem me një shkollë, thashun. E bërshme, që të bëhet, që mos të jetë për shembull si inxhinieria që të nxin jetën nga ana mendore. Edhe u futa në anglisht, jo andej, jo këtej, mbarova bachelorin, mbarova masterin, bachelorin e mbarova për kthim, interpretim. Për kthyes edhe këto të gjitha ishin zyshat e mia. E kupton? Zyshat e mia, unë s'ja marr dot punën aty, se ato janë pedagoge, janë profesore. Edhe në ministri e kanë ato emrat të gjitha, kështu që i bie të konkurosh ti me ato, s'konkuron dot se ato kanë eksperiencën e kanë të gjitha. Se Shqipëria që i mbyll vendesh. Edhe thashun po e vazhdoj për mësuesi, thashun, që fundit mësues të fillosh. Mbarova edhe atë, unë tani duhet të punosh 3 muaj pa lek fare për shtetin. Duan këta të punosh 3 muaj pa lek ti që të marrësh një licencë. Pastaj mbas kësaj licencës do futesh në provim në portal nga ministria. Pastaj, në varësi të renditjes së këtij portalit, mund të fillosh punë. Tani, unë di shumë raste, që renditja atje te portali lëviz në varësi të... Ja parasysh? Normalisht. Kështu që ideja është këtu, unë, kur nuk e kam pasur unë asnjëherë luksin që të planifikoja ose të mendoja ç'a do bëja unë për ta. Ky është domethënë realiteti im. Unë dua që doja shumë që të gjithë shqiptarët të ishin të organizuar, të mbledhur, që familjet shqiptare të funksiononin në një mënyrë të tillë që po, ne do ta bëjmë fëmin këtë gjë dhe do punojmë që ai të arrijë këtë. Po më duket se shumica jon nuk e kanë këtë mundësi të arrijnë. Janë ca me fat, për shembull, si puna jote që nuk e di se si kanë ikur domethënë në atëre, se ti po bën 8 vite tani, që kanë ikur jashtë, po ne që kemi ngelur këtu vlla, jemi goxha në gjendje skandaloze. Nga do ta kthesh domethënë situatën. Sidomos ne të rretheve njerëz, ata që janë në Tiranë ata janë goxha më mirë se sa ne. Se një thotu s'ka lidhje, thot me portal, kam hyrë me portal pas ka hyrë goca, Ema. Ema. Mirë, ashtu lehtë, raste sporadike, kështu anekdotash mund të gjesh pafundë. Po nejse, nuk po e marr fare atë te shumë raste në fakt me këtë pjesë. Jo, po mirë, okay. Nuk po e përdor fare si argument atë që mund futet. E them se portal fiton, domethënë del direkt. Do ta kesh rrogën 550.000 lekë. Kaq është rroga. Ti, si domethënë në Tiranë nuk jeton dot me 550.000 lekë. Se minimumi fare i shtëpisë është 250.000 lekë, po me kushte kështu. Cop. 250.000 lekë mund ta marrësh kështu, ta di 40 minuta larg nga qendra, me autobus, po e morë shtëpinë të mirë. Kështu që ti me ato lekët në Tiranë do paguash qeran, drita ujë 300.000 lekë,
edhe do ashtë edhe Po bukë. kthehemi prapë tek ajo pika, pastaj që nuk ja vlen ta studiosh fare sepse të njëjtën rrogë bile dhe rroga më të mira, që ja për shembull Ema se Ema po të sulmova keq fare, thot, po të pak të fiton thot Ema, ai marrë të gjitha atje mos u shaj. Problemi është Ema që ideja që ne po flisim, Ema thon që ato 550.000 lekë që i merr po të paktën përfiton diçka. Edhe ashtu është, kjo është jeta miku im, thot aq marrin të gjithë atje. Po s'është argument kjo, ma. Kjo është shumë e gabuar. Aq marrin të gjithë atje. Pse ku është Ema? Nuk është në Shqipëri Ema? Jo, Ema nuk është në Shqipëri. Po bën si e zgjuar nga jashtë, e di la se kam dhe unë ca raste kështu që janë raste të bukura. Ishte një shoku im iku jashtë shtetit ai. Ndajti ja 4 vite atje, ai edhe vjen pastaj, mbas 4 viteve, në vitin e 5 vjen këtu ai. Edhe na thot ne jo, ç'a bën ju thotë? Pse nuk e bën ju thotë? Shqipëri. Pse? Tashun po mirë se po ti ishte kaq kollaj ti vije ri këtu me mua, nuk i ke atje jashtë. Sa bukur e ke thënë me rob shtëpi. Po jo, po se mua më pëlqen ta që vjen jashtë, edhe thonë, jo vlla, këtu nuk e ke idenë se sa të vështirë kam unë këtu jashtë vlla. E keti të vështirë atje jashtë, hajde këtu në Shqipëri me mua. Hajde, kemi thjesht bashkë. Hajde, kur të duash. Jo, aty ke të drejtë, lako. Edhe mu vjen zona një herë, kështu kur qaj në herë që edhe nuk e kam atë ide fare që të them, domethënë që ne po vuajmë obo, thjesht atë nuk më pëlqen ai glorifikimi që i bëjnë ca njerëz, domethënë kur thonë që vajte dhe ja hodhe, se edhe ashtu s'është, prandaj. Prandaj ta kam përmendur më përpara. Po që ti përgjigjem dhe unë me mendimin tim te Ema është pjesa se përpara se të futesh e ti, ne po diskutonim pjesën që për të marrë ato lloj rroge në Shqipëri mund mos bësh asnjë lloj shkolle, e kupton? Se për të punosh në call center, për shembull, mund të vetesh 700.000 lekë rroga, po të punosh me kod plot për shembull. Edhe 700-800.000 lekë, kupton? Do të bëjnë ato veshët pastaj në fund po do e marrësh më shumë. Po ti ndërkohë me këtë 550.000 lekë që ne ke ikur 5 vite mbrapa me jetën. Plus, me sa di unë, motra e një shoku tim të ngushtë, domethënë, ata shqyrikën, mikë janë në Boston tash. Edhe ajo konkuroi, ishte absolute fare te mësuesia e fizikës, domethënë, ishte një nga ata persona një në 10 bilion që janë shumë të mirë mësime, po e bëjnë se e kanë pasion, e kupton, edhe pasioni i çoj atje ku i çoj, gjithsesi. Edhe ato e kishin programe që të çon ata ku të duan ata, valla. Nuk futesh dot mësues në Tiranë kështu ose kështu. Të çonin, ku dëgjon, në librazh. Ku dëgjon, unë di s'kam që në librazh. Edhe ajo prapë s'ka kuptim pastaj, se të vesh tash ti ke krijuar një jetë, ke krijuar një familje plus femër në moshën e saj 27-28 vjeç kur ishte mbaruar të gjitha normalisht, ka krijuar një gjë, nuk mund të çon tash, hajde ne ikim tash ku dëgjon në Lumas, në Beratse, atje më doli vendi mua për mësuesit. S'ka sens. Prandaj Ema e kishim pjesën nxithen, domethënë që këto rroga atje i kanë të gjithë, vërtet, po të bësh një shkollë të lartë, të kesh prapë atë rrogë, nuk është normale. Pavarësisht se është e vërteta. Fakti që është e vërteta nuk do të thënë që është e pranueshme, është e papranueshme. Kjo është ideja. User çash nuk janë kudo në botë, dako, se këtu nuk transferohesh, këtu e zgjedh vetë qytetin që do dhe po nuk pati punë aty, atëre ikën. Nuk të thotë njëri do vesh këtu. Nuk haroje, nuk ekziston si gjë. E kuptoj, po flisja me të njëjtën bisedë po bëja me një shok nga Amerika. Edhe po thoshte ai, unë jam në New York, thoshte ai, dhe këtu rroga nuk e di se sa e llogaritje atë. Të binde janë $1.600 në muaj, më duket diçka e tillë, dhe thaj $1.400 të vete shtëpia, thaj një shtëpi kështu e vogël fare, thaj për një njerëz bashkë me drita që ra këto, e të ngelen $200, se sa thaj. Thashun po të paktën me $200, domethënë thashun në Amerikë, ha buk. Me $200 ha buk, tani mbase si mbret nuk ka dot, po ha. Se çmimet në supermarkete në Amerikë janë më lirë se sa këtu te nesër. Po, dhe jenë në mes të, ne morëm atë pagën minimale atje, kupton që ti të punosh në McDonald's, në Burger King, në Starbucks, më kupton në punët më bazike. Po jeton punë bazike, po ha dhe buk. Tani, mundësirat që ke atje për të ngritur janë shumë të larta.
E kupton, jo vetëm tek puna që po punon, po ke edhe mundësira të tjera atje. E kupton, është vendi mundësirave. E lehtë nuk është. Pastaj është edhe kjo, nëse ti nuk, se ne morëm New Yorkun atje, po ti ka shtete të tjera Amerika që nuk janë aq të shtreta, që janë dhe ato shumë të mira. Vete atje mund të ndërtosh një bazë, vete shkon diku tjetër. Janë mundësirat e shidera. Këtu te ne, mundësirat mund të jenë si në formë iluzioni, se ata që ke ti sipër duan patjetër të shtypin, kur je ti për shembull në një kompani. Më kupton, në kompani, se te biznesi familjes nuk ka çfarë të bëjë njeri, po. Kur je në për kompani, nuk ka konkurrencë të ndershme dhe nuk ka rrugë, domethënë, për ngritje në detyrë. Se këtu te ne një pjesë e madhe e bizneseve funksionon që ata shefat punësojnë dashnore aty dhe i lënë shefët. Fatkeqësisht është, nuk më vjen mirë, po tani ti do të thash po mund të ketë edhe andej në një rast kështu. Po shikoj, në fakt nuk ka andej si këto raste, se atyri ju intereson biznesi, vlla, sa andej njerëzit dinë ta ndajnë biznesin nga jeta private. Ai nuk e merr atë ta lej atje në punë se i prishet biznesi aty. Ndërsa këtu te ne nuk prishet biznesi se biznes privat, në biznes privat vërtet nuk ndodh domethënë. Edhe është goxha. Këtu janë bizneset këtu te ne të vesh duart në kokë. Ja ta lexojmë këtë një moment. Pse nuk çohet asnjë në sindikata atëherë për të rritur rrogën, në një ram shkurt ikëm. Po pra, ne 2 ram shkurt ikëm me po zema ka një gjë. Sindikata nuk ekzistojnë, o Ema, nuk ka sindikata në Shqipëri, nuk ka fare. Po nuk ka, janë të gjithë të blerë me lekë, valla, janë të blerë me lekë se më çaftua. Për mësuesit nuk ka fare, valla. Por nuk ekziston për mësuesit. Sindikata vetëm që ekziston është ajo e minierës, një që është e blerë, edhe atyre nasotarëve. Nuk ka sindikata fare në Shqipëri. Nuk ka. Ja, po më thot një çun këtu mua. Jam në Gjermani, nuk e di çuna çu ç'është. Thot jam në Gjermani, thot, marr 1800 euro kamarier, 300 euro taksa, 700 euro shtëpia, 200 euro ujë drita. Po. Mirë më duket valla. Unë e lë direkt Shqipërinë tani për të pasur të punën që ka të çuni. Tani direkt. Okej. Ja të bëhem mund si kontroversial me ty. Domethënë te kjo tema, te kjo pjesa, vetëm te kjo se deri tani ishte fix fare ishte on point këtu e për mendimin tim gjithmonë e prishet pak. Me atë rrog blako. Nëse unë do jem në një situatë të atill, pa e trembur syri fare unë çon tani kthehem direkt. E di pse kthehesh direkt blako. Sepse këtu ti sa do të kesh këto pjesë të tjera që me këtë rrog nuk i ke. Me atë rrog ti je kështu barely survivor. E kupton, nuk ka shanse fare. Edhe me të gjitha gjërat që po ndodhin këtu tash. Edhe e dyta plako që janë ty të duken ti noku do thosh se e ken Terezi, po që janë gjëra që vetëm po të jesh do e kuptosh. Se këtu nuk është as Italia, as Spanja, as bora plako. Këtu e para fare aty të nxihet jeta se nuk ke lloj muzgu. Robët janë një lloj kulturë shumë tjetër se çfarë jemi ne plako. Se mund të kemi se po flasim gjatë gjithë kohës për gjëra të këqija, zemra. Nuk po flasim gjatë gjithë kohës për gjëra të këqija, po duhet të etiketojmë edhe çdo të mira që kemi. E para fare nuk ke atë ndjenjën e familiaritetit valla. Çdo gjë këtu është on time plako. Ke mbasur debat me të shokun që kam tu tash që po qesnim çfarë. U po kap autobusin, u po kap trenin, u po kap trenin tjetër, do 4 trena të vesh në punë. Unë e kam normalisht çdo ditë për të ikur unë në shkollë, në punë, ta shpjegoj, ditën është 1 orë e gjysmë për të ikur. Edhe jo kështu se ngelen trafik në Tiranë, s'është fare me trafik. Je 1 orë e gjysmë tren vllai. Treni s'ka as trafik as gjë, ja fut. E kupton? Edhe pra duhet 1 orë të vesh në punë. Do vesh, do punosh, çfarë do bësh, atë ambientin shumë të zymt, edhe problemi është se këtu nuk është ambienti i zymt si ata pedagogët e tij që janë komunistë. Këtu është zymt se ashtu është lloji i kulturës. E kupton? Nuk janë rrob të afërt, nuk janë rrob që bëjnë ditën e punës lehtë. Do mbarosh punën në orën 4 ti. Kur mbaron punën ti në orën 4, vllai në 4 herë sa dalësh ti nga zyra, që tani vllai është nat këtu. E kupton? Edhe nuk ka më si në Shqipëri që edhe po të bësh ato lekët, edhe në klasën e mesme të shoqërisë ti është, të marrësh pak lekë më shumë. E vetmja gjë që do kesh ti plako është një shtunë mbas dite, se ka dhe shumë profesione që punojnë të shtunave, këta që janë infirmieri, mjeksi, pastaj këta janë vuajnë keqe me keqe, këta punojnë kur i cakton ata edhe si të huaj nuk ka drejt njëri fare të ngrejzërin, se të heqë. Mbaron dita vllai, do vish në shtëpi, do vesh do kapësh trenat prap 1 orë rrugë,
unë jam mirë, se ka rrogë për shkakun që jetojnë qytete të vogla që e kanë punën në 1 orë e gjysmë për atë punë. Edhe të gjithë, ai stacionerë kanë mirë. Hajde zotri ti të vish në esër në punë, të dalim ne në Berlin, bashkë të gjejmë shtëpi. Jo vetëm që janë të shtrenda, nuk e përballojnë dot, janë të gjitha rreth 1000 euro është plako. Po nuk gjen, ore nuk ka, absolutisht. Jepen dhoma në Berlin, plako, jepen dhoma në Berlin 12 metër katror thot ai. E pas suvatuar ajo pas një gjë të gjitha, e i thot ai 600 euro edhe pa kontratë, se ta japin në të zeza ai. Ti pa kontratë nuk futesh, nuk ja jep dot kontratën punës, nuk shtyn dot vizën, nuk bën dot asnjë gjë. Çfarë do të bësh ti? Do fillosh me kafe, se të dalin tek ajo pjesa që nuk është mos e glorifiko këtë e shumë se është. Shtëpinë që gjejnë të gjitha që vinë me punëtorë, disi e gjejnë me kafe zemra. Ka rrogë që i kanë gratë apo kështu në për to që japin shtëpia, i japin 3-4.000 euro atje. E çfarë bën ai nga i fundit në listë, çon të parin në listë dhe merr shtëpinë robi. Kështu që edhe aq fush me lule nuk është. Ajo rroga që ka ai është makabre plako. E disa njerëz ka shumë, disa njerëz ka ashtu që mezi po ja dalin, sidomos tash që po rriten me to gazet drita. Po njerëzit ishte te kjo Deutsche Welle që ke parti, që po të futesh te Instagrami aty ka një komshien ton këtu se 2 lagje me tutje është njëra, jo? I çmimit e gazit nga që kishte të gjitha gjërat me gaz në shtëpi, kishte vajtur fatura e gazit 850 euro në Kausdorf plako. Do ta dërgoj pastaj, ishte super spektakël. Edhe kjo pjesa me këtë rrogës minimale, unë mendoj, domethënë, unë mbase e kam gabim, domethënë ajo mbetet varet nga interpretimi i njerëzve. Po unë mendoj nëse do vesh për të punuar me një rrogë minimale, domethënë me rrogën me minimumin shtetëror në Gjermani, mos e ashtu, mos e merr mendim. Sepse nëse ti ai e ka 1800 euro bruto plako, unë nuk e di, ai bravo i qof si ja del aty. Ka, shiko, këtu pastaj tek pjesa, kjo është çik këtu ka domethënë ha shumë debat kjo pjesa. Tani, fakti që Më fal të shkruaj diçka. Më fal edhe pas vazhdo. Te pjesa që ha shumë debate, di pse është pse debat plako, sepse edhe ti nuk je këtu të më thuash, domethënë që është e vërtetë apo jo, po as nuk sem aty të kuptoj të njëjtën vështirësi që ke ti aty. Po, jo, është e vërtetë. Po shiko, do ta thoya, kjo pjesa e se si ja del për shembull me lekët, kjo ha debat, domethënë në këtë aspekt që di të gatuash, s'di të gatuash, se nëse ti do t'i hash vaktet kështu për jashtë në për restorante, po atëherë pastaj është, e kupton, punë tjetër. Po. Jo, zemra, nuk jetë mencat e qytetit studenti plako. Këtu të vesh tash për zotin një pako djath ka vajtur 3 euro i gjysmë vllai, me 200 gram djath, është të ikësh natën tash. Okej, e kuptoj, normale, është vështirësia përgjithësisht, po thjesht fakti që për shembull, ne të dy që jemi, unë që jam në Shqipëri, ti që je në Gjermani, kjo zgjidhet shumë thjesht, me një fjalë shumë të thjeshtë. Unë dua të vi për shembull në Gjermani, edhe me atë rrogën minimale. Ti nuk do të vish në Shqipëri. Po. Dhe ky të pati më kupton, kjo zgjidhet. Kjo është kaq e thjeshtë. Nuk e pse vazhdon më. Më kupton, nëse do pastaj domethënë mund të japësh argumente të tjera, po. Unë dua të vi aty vëlla, po unë dua rrogën 2500 euro. Jo, shumë dakord jam me ty vëlla. Jo, jam shumë dakord. Nëse ti e meriton në rrogën 2500 euro, hajde kërkoje dhe hajde ta marrësh. Unë ku ta gjej të vinë shqiptarët të marrin euro këtu në Shqipëri. Ku ta gjej, po puna është që s'ka shanse. Kjo është ideja. Është një çik e ngatuar nga të gjitha anët. Po, jo, që të shpjegoj diçka, më thënë, që të thjesht një si tip histori shumë të shkurtër që të kuptosh të pjesën. Është bërë një dokumentar shqip për një grua, ishte diku te 37 vjeçëm, duket kishte edhe 2 fëmijë. Një 5 vjeç, një çik më të vogël. Edhe kishte këtu gjithë jetës që punonte. Ishte domethënë kishte apartamentin e saj, do kishte bler shtëpinë, domethënë ishte bashkë me burrin, punonte edhe burri, ishin goxha mirë nga gjendja ekonomike. Dhe 37 vjeçë kjo ngrihet edhe ikën në Francë. Në fillim vete nuk e shet shtëpinë që kishte, po e provoi ja një vit kështu sa e provoi, pastaj e pa që jetë se atë një vit erdhi e shiti shtëpinë dhe iku përfundimisht në Francë. Edhe e pyeste ai që bën dokumentarin, i thoshte pse i ke ti, thoshte ai, se ti duket që ke qenë shumë mirë nga gjendja ekonomike. Unë i ka tha jo vetëm për mënyrën
se si e trajtojnë këtu njeriun që punon. Këtu tha ajo, unë kam aplikuar për punë pa fund që kam qenë e kualifikuar, po nuk kam fituar, tha, se nuk e di se si nxirrin ato kualifikimet, dhe kam fituar ca punë të tjera, tha ajo, që se kuptoja fare, tha ajo, ç'a lidhje kisha. Dhe vjen tek ajo pjesa që këtu njeriu që është i aftë dhe do të punoj, nuk e do njeri, se rrezikon ata të tjerët që e kanë fituar vendin e punës duke shitur moralin, një pjesë e mire atyre e femrave tjerëve duke hapur shalet e këtej andej, dhe këta njerëzit e mirë duhen njerëz të mirë, po nga ata që qepin gojen, se ti po ti jesh i aftë, ti nuk e le dot atë, se unë të punoj dhe ajo të talli bythën, po jo unë se le dot atë, dhe unë do flas. Kështu që këtu dhe ata që rinë në punë, duhet ta kenë gojen të qepur, që mos t'i prishin punë atyre që janë në rrogën kot, më kupton? Ky është problemi. Prandaj ikin njerëzit nga Shqipëria. Nga Shqipëria njerëzit ikin se ta shpifin njerëzit e tjerë që janë në pozita më të larta se sa ty, se të trajtojnë si plerë. Po kështu për të ngrënë buk ha në Shqipëri, buk ha dhe andeva, më kupton? Po mënyra se si të trajtoj, unë shiko. Ka një fenomen tjetër, Henri, për shembull një gjë që unë nuk kisha në dieni. Një nga shokët e mi shumë të afër, domethënë e ka të atë që punon në një nga ministritë. E normalisht i duhen studenta që kanë mbaruar ekonomikun. Në një bisedë që po bënim ne, domethënë atje, që ishte dhe jati vetë po flisim kështu video call, domethënë. Edhe po bënim muhabet, jo po se s'ka punë çfarë do bëjnë, ishte tema që pse po ikin të rinj, s'ka punë kështu. Ai e bëi atje ti shoku thot, ne kemi 4 muaj, domethënë është e hapur në sistem, nuk kemi asnjë aplikim për to. Më shpun, ku dëgjon, 450, 500.000 lekë, sa mund të jetë 6.000 lekë, nuk e di, diçka e tillë. Edhe ti mund të thuash më okay, vllai, ata që kanë dashur të punojnë kanë ikur se nuk duan të merren me këta. Po edhe diçka për ta nisur, shikom, nuk je një mendimi ti për shembull që po të bësh 450.000 lekë atje është më mirë se sa të bësh zero, si sikur qoftë për 6 muaj, për 7 muaj. Po jo, unë tani sa po vi nga një eksperiencë pune që kisha, 6 mujore fiks. 3 javë, 4 javë, më thënë, gati 1 muaj po bëjmë pa punë. Se unë 6 muaj punova, 6 muaj rresht. Po çfarë të keq shikon problematike ti për shembull që në qoftë se nuk ke një zgjidhje më të mirë të bësh një punë që nuk të pëlqen? Ideja është këtu valla që ti kur punon, kur po bëja unë ato punët që isha, më thënë, jo call centra, jo shitse, jo këtej pandej. Ideja është të punosh që të arrish diçka, më kupton, jo të punosh sa për të ngrënë bukë. Se nëse unë ri në një pozicion, se unë, më kupton, isha në Tiranë, nuk e kisha paguaja qera. Në qoftë se unë punoj sa për të ngrënë bukë atje, dhe nuk po kurse do ta asnjë lloj leku dhe nuk kam asnjë mundësi për rritje në karrierë. Po atëherë për çfarë po e bëj atë punë? Nuk kupton ç'a. Thjesht ti provoj njerëzve që unë di të punoj, di të rri 8 orë në një vend, po atë ti ta bëj të gjitha. Si diçka që të thjesht një katapult do mund ta quash atë, po si një diçka sa të vësh këmbë të fillim. Nuk ka ku të katapulton, kupton, është nuk ka mundësira ngritje, nuk ka, sepse të gjitha, domethënë të gjitha 90% e ambienteve të punës ku kam punuar unë kanë qenë shumë toksike. Unë kam punuar në kuzhinë atje, kam akoma orë të shtesë pa marrë dhe s'kam për t'i marrë. Ca shokë të mi që punuan më shumë kanë rroga të plota nga 500.000 lekë që nuk i kanë marrë, edhe nuk ke ku e kërkon të drejtën. Nuk dinga ke punë të tjera që janë për shembull kompani të vogla që shumica e njerëzve atje domethënë rinë, po që janë rroga që nga 300 nga 350.000 lekë. Me këto rroga janë qesharake. Nëse do punosh në punë pak më të mira nga këto 600-700.000 lekë në call center, aty je kështu robot. Po kupton, aty je literalisht robot, po jo robot, po që të shpojnë dhe me ndonjë hostel nga mbrapa që të thon puno më shumë, se je edhe me normë. Po kupton, ke normë atje, po s'ka dot normën, të heqin nga puna. E kupton, kështu që është në rregull, po marrim ta bëra pyetjen pak më ndryshe, vllai. Pyetja ime ishte për një rob çani që s'ka mundësi tjetër, sepse për ti për shembull mund të ke një vizion, domethënë se çfarë do të bësh me jetën tënde, e kupton, do të bësh atë bësh, po një person për shembull tash që s'ka nuk e ka gjetur akoma atë gjën që ka dëshirë për të bërë plako. Për mendimin tim, duhet të vesh të punosh, se të vesh të punosh për shembull.
Këtë drejta, edhe unë po ta them 6 muaj rresht punova, 3 muaj punova shitës në një dyqan kështu elektronike, shitës është smartwatch a gjëra kështu, me rrogën 350.000 lekë në muaj, dhe tani punova në një call center, ishte agjenci kështu që priste bileta, ktheja përgjigje atyre njerëzve, punova, e kishte rrogën më të mirë se sa ajo e para. Po isha në Tiranë, dhe në Tiranë po punoja dhe po haja bukë. Kaq. Kështu që për mua kjo nuk ishte mjaftueshme. Tani çdo njeri kur bën ato planet e veta, do maksimumin për veten e tij. Nëse një njeri e shikon të mjaftueshme që të punojë me për 400.000 lekë gjithë jetës ashtu të ri, është i lirë të ri valla. Po puna është që njeriu kur është i ri duhet të synoj për maksimumin. Se po vajte 40 vjeç e 50 vjeç nuk e ku synon, nuk kupton. Kështu që prandaj njerëzit që sa janë tani të rinj, nga 20 vjeç, mundohen të çajnë, të shqyejnë dyert e Europës, jo kush bën 1 lekë më shumë këtu, jo kush bën 1 lekë më shumë atje, që të kenë ndonjë gjë, se në Shqipëri vetëm leku t'i jap dyert, asgjë tjetër. Kjo është ideja. Dhe ti, ato kohën që po punon me 300.000 lekë, ti thjesht, më kupton, je në një rreth vicioz, që po punon, po ha buk, derisa ti kanë. Kështu që prandaj njerëzit tutë ne përpiqen se një pjesë e mirë ka njerëz që janë ambicioz, më kupton, që duan të arrijnë më shumë, edhe e vënë edhe jetën në rrezik. Kështu që nuk i gjykon dot se kanë ardhur nga familje shumë të varfra, më kupton. Edhe janë gati që të bëjnë shumë gjëra që të dalin nga ajo lloj varfërie. Se din që po të punojnë atë punën bazike, ato që ajo kanë thënë ata të shtëpisë tyre, do ngelen një lloj, edhe nuk duan të jenë një lloj, dhe kanë të gjithë njerëzit të drejtë e botës të kërkojnë maksimumin. Më kupton? Kështu që si fillim ajo që the ti nuk është gjë negative absolutisht. Unë mund të kem mbi 15 eksperjenca pune këtu në Shqipëri, ca nga 4-5 ditë, duke vazhduar nga 6 muaj, më shumë. Më kupton? Gjatë këtyre viteve që jam tani 25, nga 18 deri 25. Po nuk je, domethënë, nuk je në një vend që ti të kesh një karrierë të saktë që po ti do punosh këtu, po merr këto lekët. Dhe nëse punon mirë, je i vlerësuar, nuk të vlerëson njeriu. Nuk të vlerëson njeriu. Në shtëpi ajo pjesë duket pa vështirë. Po unë prapë qëndroj aty argumentit, domethënë që po ta marrin nga ana ime, për shembull, nëse unë do isha në Shqipëri plako, zëm se jam mbarova, unë shkoj në inxhinierisë në Shqipëri, nuk gjeta një lloj pune, unë do vija do punoja plak. Edhe për 450.000 lekë do punoja. Këtë drejtë. Edhe nuk mund të biesh me qafë tash një vllai ku dëgjon, ti e ke vllajën e vogël, nuk kam të marr. Po mirë, të kuptoj, ja të them diçka. Ti nga Beradhi, tani do mbaroje ti inxhinierinë e ndërtimit, edhe do ta kishe punën, se kam një rast, kështu një shok mbas shoku, mbaroi inxhinierinë e ndërtimit dhe ka filluar me 400.000 lekë rrogë. Edhe e ri tër ditën ai atje, tek zona, tek kantieri i ndërtimit, tek themelet atje, edhe tër ditën në diell, më kupton, për 400.000 lekë. Ty në qoftë se do të jepej mundësia me 400.000 lekë në Tiranë, do ta bëje ti atë punë? Jo, unë do punoja call center plako. Nëse ishte 400.000 lekë, jo. Kjo punë e call centerave është pak mirë, ky call center që isha unë ishte ose do shkërdesh veshët ose do rish në diell tash. Nëse ai paguhet 400.000 lekë, edhe ky tjetri paguhet 700 edhe është në një vend që thjesht do lodhet jashtëzakonisht shumë, domethënë, po që prapë do marrësh më shumë lekë. Këto të dyja si mundsi, si njëra si tjetra, pavarësisht se njëra është profesionale, pavarësisht se njëra jo, për mendimin tim në atë ideologjinë time do jenë të dyja punë momentale, se unë nuk e shikoj vetëm me asnjëra nga ato punë me ato lloj rroge. Edhe unë po një punë momentale do zgjidhja atë që ka të ardhurat më të mëdha, e kupton? E qartë është, po ka pastaj, shiko, ideja është se ti me vërtet po refuzon atë punën tek inxhinieria jote me 400.000 lekë, po e the vetë në fillim, e ke të vështirë që të fillosh pastaj punë me goxha lek në profesionin tënd, më kupton, punët me ato lloj lekësh do të do. Kështu që i bie që ti do punosh në call center. Po puna pyetja është sa kohë do punosh në call center. Ka një gjë, nuk janë aq të shumta call centrat që t'japin 600-700.000 lekë që nuk janë bursa, kështu me brokerazh, më kupton? Se me këto me brokerazh ja shet shpirtin shejtanit, se ju vjedh lekët njerëzve. Më kupton? Është që ka shumë njerëz që e bëjnë, po. E kupton? Kështu që
Që kjo është ideja, sa do punoje ti tek ai call center me 600-700 lekë? Sa vite e shikon ti veten tënde të punoj? Jo, maksimumi 1 vit të burr. Po ja pse shiko, nga njëra anë plako nëse ti je super i vendosur, nëse për shembull unë kam pasion këto që bëj. Edhe nëse unë s'do kisha rrugëzje, do isha në Shqipëri, normalisht do të punoja nga 6 deri në 1 vit do punoja në call center, mund të isha sa mund të isha në 50.000 lekë për muaj, edhe pastaj do filloja. E kupton, të punoja ata 1 vit siç e thua ti me 400.000 lekë, derisa të çash, e kupton? Se është shumë e vështirë, e kupton, nuk diskutohet, nuk po të thotë njëri që është shumë e vështirë. Ama nuk është arsye drejt për mendimin tim për mos të bërë asnjë gjë, e kupton, të thjesht të futesh në atë rene zym që ç'a më gjeti ç'a do bëj, e kupton? Unë se mendoj ashtu plako. Se për shembull se kanë gjithë më mundësinë të paguajnë 20.000 euro apo na 3.000 pound të ikin në Londër tash. E kupton? Jo, e kuptoj. Domethënë, përgjithsisht në fund të ditës normale gjëja duhet parë me optimizëm deri diku. Nuk diskutohet. Se përderisa po jetojmë, po marrim frymë normale që do shpresojmë gjithmonë që do bëhet për më mirë. Por asnjëherë nuk mundet të shpresojmë gjatë gjithë jetës ne që do bëhet më mirë pa parë dhe pa kritikuar realitetin ku jemi. Edhe ta shikojmë, të përpiqemi ta shikojmë sa më në mënyrë objektive të jetë e mundur, që do të thotë apo justifikojemi ne me vërtet dhe jemi ne me vërtet këta qullacët që po themi iu se bëj dërtes se bëj apo është me vërtet kaq e vështirë tash po themi në Shqipëri. Dhe fakti që vetëm këto shiko, më fal që se më ke kuptuar që është e vështirë, nuk po ta diskutoj fare unë, nuk diskutohet që është e vështirë, e kupton? Po thjesht unë si mindset që kam tipit domethënë vetë si njeri, se nuk e mendon gjithsesi çdo njeri njësoj, domethënë nëse e ke ndarë mendje për diçka, si e ke folur edhe herën e kaluar, domethënë që nuk është se çdo person e di se çfarë do bëj, ëh. Shumica edhe nuk e kanë fiks fare atë idenë e tyre se çfarë duan të bëjnë të ardhmen. Po sido që domethënë për mendimin tim duhet të bësh diçka. E kupton se unë nuk jam pro vegjetimit, domethënë, nëse nuk ke. Nëse ti për shembull ke një lloj projekti, një lloj startupi ose ku dëgjon, do fillosh të merresh në politikë apo do fillosh do kalosh profesionist youtuber apo të gjitha. Okej, merr 2-3 muaj që chill out, e kupton që të fillosh të bësh planin, edhe mbas këtyre kohëve që ti ke kaluar 2-3, ja 4 muaj, 5 muaj, vërja emrin ti sa duash, domethënë. Në momentin që ke krijuar të planin atë që cin, domethënë, mund të kalosh në zbatim. Po kur ti nuk e asnjë gjë nga këto plako, mua nuk më duket vegjetimi i zgjidhje. E kupton? Duhet të bësh diçka. Patjetër, po. Nuk jo se ti e the vetë çfarë ke 15 eksperjenca pune. Pse ke 15 eksperjenca pune? Unë jam shumë i bindur që ti ke 15 eksperjenca pune se në mos të 15-ta ke menduar se një nga këto mund të ishte diçka që të pëlqente, ta shikoje vetëm, apo? Patjetër, arsyet kryesore që nga punuar ka qenë mohabet lekut valla, shkurt mohabet që mos të ashtu. Mohabeti lekut është ai që të detyron të punosh këtu. Dhe normale që të rish ashtu kohë është jo produktive, nuk është për asnjë lloj gjëje. Po që ose kjo është dhe fakti epidemi globale pra, ose fakti që njerëz bëjnë punë që nuk duan t'i bëjnë. Dhe punë që si kanë me qeftë, me thënë, nuk ndodhet në Shqipëri. Shumica e robëve në çdo lloj pune bëjnë punë që s'duan. Edhe disa inxhinierë kanë që s'duan të bëjnë atë punë, po e bëjnë se kanë mbaruar shkollën. Po, jo. Nuk diskutoj ta. Domethënë, për shembull, edhe nëse unë përgjithësisht jam tip që gjitha punët unë i marr me qef. Kështu që unë edhe nëse punoj në fast food atje, skuq patate, unë kam punova 1 muaj e gjysmë, 2 muaj. Unë nuk e kam problem fare dhe unë e bëj prapë atë lloj punë. Unë e bëj prapë punën e kamarierit, që punova se edhe video kështu punova kamarier. Kam punuar, unë se kam fare problem të bëj këto punë. Ashtu ke punuar gjithë këta. E kuptoj, i bëj, po puna është që të përpiqesh të krijosh një gjë që të jetë se nuk mundet që të punosh dot. Ose nëse është një vend tamam i saktë, po mund të punosh edhe kamarier gjithë jetës, po ideja është të ndihesh edhe ti të jesh mirë në përgjithësi tek puna, mos të ti e ke më shumë tek vetë plotësimi, ti vetëm te legu, po te përgjithësia e gjithë, ti të bën diçka, ke të drejtë ka. Sepse çdo njeri kur zgjedh karrierë, kur zgjedh punën, ka njerëz për shembull që mund të jenë si robota, ata zgjedhin të bëjnë diçka dhe ata e bëjnë pafund, nuk e kanë problem. Po ka për shembull persona të tjerë që
jo çdo punë mund ta bëjnë patjetër se, më kupton, secili bën zgjedhjet e veta për sa i përket punës. Për shembull, një punë që se duroj dot unë, një punë ti e bën shumë thjesht, edhe anasjelltas. Kjo është ideja. Për shembull, dikush e ka bezdi. Për shembull, një shok të mbarosh. një shok më tha mua, kur isha kamarier atje, tha, jo, po unë këtë punën thaj të kamarierit nuk e bëj dot, thaj, unë kam punuar një ditë thaj në jetën time, vajta të ditën e dytë thaj e lash punën. Ditën e dytë më thot njëri se çam thot një gjë thaj, kështu që s'më pëlqeu, e përshtyva atje thaj dhe ika nga puna direkt, s'ka shanse që ta bëj me ato punë. Kështu që varet sa punë bën, çfarë lloj punësh mund bësh, për sa kohë mund t'i bësh. Po në varësi të pagës, në varësi të mënyrës se si të trajtojnë, tregon edhe se sa kohë mund të zgjasësh ti te këto punë. Po. Nuk e di se sa eksperienca pune mund të kesh pasur ti. Po që unë e kam marruar numrin plako. Unë jam nga ai lloj brezi, nga ajo lloj rritje që e ke pasur punë dhe vetëm punë. E kupton? Nuk pa fund plako. Nuk e di, janë shumë pak gjëra që janë legale që unë si kam bërë. Seriozisht. normale, Henri thot një filan këtu, Blanka, thot, Henri e ke konsideruar të mbarosh stazhin dhe të fillosh punë në profesion? Po normale, po të gjitha i marrin parasysh në konsideratë, nuk e di, jam pak nuk është se kam një diçka shumë të qartë ose konkrete që do të bëj. Nuk e kam marrë akoma si vendim. Vështirë është. Të veta e di, unë shiko se edhe unë kam çuditërisht edhe me kaq pak sa janë, po shumica janë në pjesës që e kemi fajin ne që qajemi edhe sistemi është i mirë. Mua më bën kështu sepse unë kam vllajin profesionist, domethënë me shkollë të lartë, me të gjitha të mirat, nëse do ishte këtu domethënë do klasifikohet e shtresa e lartë e popullsisë të paguar, po aty ku është thjesht me rroga normale. Jo, unë personalisht, domethënë kam një shembull në familje që është im vllai që nëse do ishte këtu me atë profesion që ka aty, për shembull, do i përkiste shtresës së lartë, shtresës mesme, kuptoni, i shumë mirë paguar. Kurse aty i ka rroga normale edhe normalisht ai nuk është se po punon, se po punon, si drejti po punon, e kupton, nuk diskutohet fare. Po një gjë që ai e përmend gjatë gjithë kohës është thotë që të gjitha ato mundim që kemi bërë, gjatë lloj stresi në shkollë për shembull, gjithë ato duket sikur nuk të vlerësohet, domethënë me këto rroga që kemi. E kupton se edhe avash se për gjithë juve që i thon domethënë që rihet, bëhet, i dilet, edhe nuk i dilet, se çmimet e para krizës tash se këtu kanë ikur çmimet në ajër fare, domethënë, po shumica e produkteve në Tiranë nuk është se kanë ndonjë shumë ndryshime e produkte këtu, e kupton? Po paguajnë të gjitha të lekë jashtëzakonisht shumë ndryshme. Erdhi një çun nga Italia. Erdhi një çun nga Italia tek shtëpia ime atje në Tiranë ku isha para 2 muajsh. Dhe thaj orë si shpjegoj thaj që çmimet janë më të shtrenjta te supermarketet këtu se sa tek mua atje në Itali. Se marr vesh. Kështu që është kudo kjo. Ajo ka një zgjidhje shumë të thjeshtë, se ne në Shqipëri nuk ka asnjë lloj marketi në Shqipëri që është low cost. Edhe ai shpari që është aty, shpari është vetëm në Shqipëri është low cost. Në çdo vend për shembull është më i shtrenjtë nga të gjithë thirrjet, por gjithsesi. Po që ajo që do të dilja unë të pjesa e vllajit tim është që të vret shumë fakti që ai vlerësimi nuk përkthehet në lekë, domethënë. Se mund të thojë njëri je filan profesionist i mirë apo e bën shumë mirë punën e të gjitha, por në momentin që ajo nuk përkthehet në lekë, që ti t'ia vjelësh vërtet benefitet punës edhe mundit edhe shkollës që ke bërë të gjitha, ajo të vret egon. Apo vuan ai për bukë, as pak. Do ishte budallik të thoshim që ai po vuan për bukë, por nuk të plotson si njeri. Edhe në fundja fare të kalojmë çik si tate du fustone tash i plako, edhe egoja e personit, sidomos e meshkujve, ajo është tash po sa arritë një diçka në jetën tënde çka kot, jo nuk mund të rish me rrogë dhe ti je i varur gjithë kohës, ose mos ngrihesh asnjë shkallë në karrierë, kupton? Ajo është absurditet, nuk e jeton dot, do e urresh veten deri në ditën e fundit. Absolutisht. Ky është i gjithë thelbi i këtij diskutimi tim që po bëjmë, që kemi tonë, nga fillimi deri në fund.
Në qoftë se ti je si njeri që ka ambicie që do të arrish diçka në jetë, do të arrish diçka, do të arrish për shembull të kesh këta diun, një lloj pasurie, jo të egzageruar, po për shembull të kesh një apartament, 2 apartamente, do të kesh një makinë, do të kesh, do të kesh një shtëpi pushimesh, dhe ti arrish në mënyrë të ndershme. Ti arrish nëse ke këtë si qëllim dhe duhet të luftosh normale për një njeri që ka këtë lloj ambicie, ka për të qenë goxha më e vështirë, se nuk do bjeri dakord me shumë gjëra. Nuk do bjeri dakord me ambientet e punës, nuk do bjeri dakord me pronarët, nuk do bjeri dakord me pagat, do ta ketë jetën luftë. Po se po e zgjedh vetë, kupton? Po nëse do ishte një njeri më i thjeshtë, siç të mësojnë prindërit shqiptar që fillo bëj atë cop shkollën, fillo atë punën që të hash bukë, jeta është goxha më e thjeshtë nëse e mendon në të spektë. Po kupton se ti do mbarosh, do fillosh. Se mbajmë për shkak. Ajo është e vërtetë. Ignoranca është lumturi. Po, do hash atë bukën dhe do rish rahat. Kjo është jetë shumë e thjeshtë, po kupton? Sipas kësaj unë i bie që bëj gam kot, se unë ndjek atë që thon ta vjen në rregull. Po puna është që çdo njeri ka të drejtë të kërkojë çfarë të dojë ai nga kjo jetë. Dhe të luftojë për atë, se sa do të arrijë punë e tij. Po të kërkojnë shqiptarët të përgjigjës vetë. Sa kërkosh është në rregull, kupton? Po s'ke të drejtë ta marrësh kot, po. Ja. Bukur. Ta abuzie me njëri tjetrin do të shi. Ca i thon është mirë Shqipëria, ca i thon është mirë ajo. Po një mut jemi të gjithë plaks. Tani shi kota shi që është më mirë këtej, është më mirë këtej, e burpik muhabetit, ne kemi ikur se budallën tash kota shi. Ma kupton. Edhe ata që vikin nuk din kota shi. Ta marrim kështu tani bottom line fare, ta basardojmë muhabetin, domethënë nuk diskutohet Allah që është më mirë këtej se do isha utuz. Për shembull, po thotë. O bëjori një kështu shembull i thjesht fare që pse Gjermania më mirë se sa Shqipëria. Unë tek ai TikTok-u parë në total kisha një 60 milion klikime, diçka e tillë nëpër video. Me ato 60 milion klikime merr 2 deri në 4 cent për 1000 shikime. Po me pak fjalë për gjithë ato unë mund të merrja nuk e di, ja $1000 minimum diçka e tillë. Më kupton? Ja $1000 që unë nuk i mora, nuk i kam. Që do t'i kisha vetëm, po si merr, se nuk merr lek nga shikimet e videove në TikTok në Shqipëri. Vetëm në Shqipëri? Po edhe me ndonjë kështu skut ande nga Afrika, po në Shqipëri është sigurt që nuk merr. Nuk merr. Po ti je duke filluar që nga Italia, merr. Nuk merr asnjë lek. Edhe tani te ky TikTok tani do kem vajtur një 10 milion views. Pa frikë. Asnjë lek s'ka marrë. TikTok, mos e kam hapur në Shqipëri TikTok-un? Jo, këtu e kam hapur. Po ta kesh hapur aty, duhet i futësh kartë identiteti gjermane, domethënë, kur ta konfirmosh. Prap, akoma, si jemi atje, akoma. Duhet i futësh atë që ta. Po që ja, kjo është muhabeti i Shqipërisë dhe këtyre. Edhe me YouTube-in me këto, se un kam goxha vite, po bëj gati 5 vite tani që merrem me YouTube. Në botë merr gati 10 fish më shumë. Mos më kupton për të njëjtën sasi shikimesh. Varion nga shteti në shtet, po përgjithsisht aq merr. Këndëm. Shumë të famshëm të TikTok-ut atje që bëjnë lojë ashtu që s'marrin lekë. E dëgjove? Ata i marrin nga giftet ka marrë edhe unë. Po nga videot, po merr lek nga videot. Ne në Shqipëri s'marrim lek. Thjesht nga ajo që kur e bën scroll që është shef. Po. Ata i marrin nga ato giftet që i gjuajnë, kupton? Edhe ata që gjuajnë janë një pjesë e mirë janë me biznese droge, me shpira bari, me një pjesë e mirë i gjuajnë njëri tjetrit. E kupton që akullojnë është Jo, di. Ata akoma ajo do studiojnë që ka pjesa e gjuajnë. Se janë shumë, domethënë, unë kam marrë nga këto gjuajtë, unë i kam bërë diku tek $1000 në total. Nga giftet që kam marrë më përpara, kur bëja kështu sfida budallëqe gjëra, po. Është gjë që nuk mund ta vazhdosh dot pafundësisht, më kupton? Se është afatgjate, nuk është afatgjate. $1000 në total në çfarë harku kohë thua ti? Për një 3 muaj diçka e tillë. Si një lek më shumë mirë është, po si ta bësh si full time nuk është po, nuk e bën dot se është diçka që nuk ke garanci, më kupton. Ja, duhet
ishte ajo pjesa e sfidave që bëheshin. Ja të dërgoj një kështu për sfidë, në kod për fiksim. Apo se pranon do? E pranon, Po, si kjo ishte, do me thënë, kjo e gjesti edhe lozi me dënime zakonisht. Thyje në një vezë në kokë, bëje në një gjatë tjetër, me kupton, në qofë se e lije me dënime, ose kështu. Po dhe shumica tani që marrin nga këto dënime bëjnë, jo idhë në një tas miell në kokë, jo futën në valigje, jo luej suratin me... E kupton gjëra si këto që janë deri diku edhe gallat, nuk është se janë një... Po e marrësh, domethënë. Thjesht është suporti robëve, domethënë, dhe kush e fiton videon më shumë. Po 5 minuta shumë që. Një pjesë shumë e mirë janë edhe kështu simpa, e ke parasysh ata që i gjuajnë femrave lek kështu kot. Kështu zura dhe me një gostë tjetër nivel njerëzie. Që thjesht ekzistojnë aty, ata i gjuajnë kështu të aviona që. Di që është një gjë kanceroze fare, plago që kanë bërë atë monologun në fund, është për këto gogola që dalin edhe kështu thonë fuck Serbia, fuck Kosovo, Kosovo e Serbia, Kosovo e Albania, kupton? Edhe shajnë me njëri atje, grien fare me njëri vjetë në atje, ai njëri se... Ata vla janë, po marrin aq shumë lek, sa që po e mendoja ta bëja dhe unë atë vlla, të vija veten time këtej njerëz si serb, njerëz si kosovar, edhe të thosha gjoni si gjoni unë, edhe të merja leka. Se kështu ka arritur edhe çfarë. Po bëj një kata, ata një shqiptar mund ta ketë plako që të dy anët ti marrësh fare asnjë. Po tani duhet të mendojmë me gjërat kreative, se jo, po është bërë me vërtet bajt kjo valla, se edhe ata që gjojnë, po dhe ata që e bëjnë, ja, të erdi gifti buqi, e ca ty, të erdi në zemra. Opa, gjyti bopo, ajde pa bapa, ajde. Të erdi në $2.5. O, ajde për të mira ngëzime. Të përkëtyra në lek. Rofshi në rastet e tilla u shpërblefshin. O noku, po gjithsesi, ajo është gjë shumë toksike plako dhe nuk ma mendja se Kosova si shtet edhe ne si njerëz nuk kemi akoma gati të luajmë me ato lloj gjërash, e kupton? Se akoma njerëz që jeton sot e kësaj dite që janë fëmijë pasojë përdhunimesh, ka akoma rob që nuk kanë gjetur akoma se sa ku janë, e kupton? Nuk mund të bësh nga ato lloj gjëra. Mira ata sa i Serbi vllai ndër muhabeti tash se ora ka vajtur, kemi vajtur të ora kemi vajtur. Në pillë të motrës Serbi, sa Serbia shuhesh. Po ti si individ pse duhet të biesh në atë lloj niveli? Gjunaf. Pse duhet të futemi ne në tifoz nacionalist? Ajo nuk ka asnjë lloj vlere ai sepse ata shikoj çfarë bën, ata i bëjnë mute tjetrit edhe thot ajo hajde edhe kupton shajnë serverin dhe marrin gift. Ajo nxit urrejtje valla. Kupton? Nuk kanë Ballkani, nuk kanë nevojë për urrejtje. Ballkani aty kemi valla ai të kishim ne kështu aq lek sa kemi urrejtje. Që diku do ishim tash. E kupton, është nuk vetëm për atë nuk kemi me nevojë. Vetëm për atë se ne si Ballkan jemi tani, shiko, tani ka filluar e gjithë bota po bën meme për ne, për Ballkanin, kështu për këtë që jemi të gjithë domethënë kështu luftë me njëri tjetrin. Jemi të papar, tani po bëjmë meme. Shqyr që po bëjmë meme që të paktën ta shikojnë edhe të rasin meme. Se ne jemi një nga të paktat, ne si Ballkan jemi nga të paktat kështu rajone që nacionalizmin ne kemi për krenari apo. Që e kupton, nacionalizmi nuk është. Kemi shumë të vështirë, kemi jashtëzakonisht shumë të vështirë të ndajmë nacionalizmin nga patriotizmi. Ne kemi pothuajse që është një vit të dyja. Se ke Gjermani valla rast që i mori nacionalizmin çik për ters në luftën e dytë botërore edhe për çik e morën botën me çapa. Kështu që duhet pasur të rrezik. Po shqyr që jemi popull i vogël nëse ne po të ishim popull i madh. Bine, ne jam mirë. Diku do të mora flamur. Po marr gifte, shumë faleminderit për gifte. Hajde ti ani gëzuar.
Marrë gira tani, po marrë. Ta ignorancë jemi me ropë. Je, skandalin e fundit. Opa, more minier Floriri tani. Hajde, baba, majde. Unë mora një kalendar. Po qa janë këto, ola? Qa është minjera Floriri dhe qa bën kalendari? Kalendari ime është gift në gift e kështu, dërsa ajo jotja është, do më thënë, 1000 pik janë $5. More $5. 52.5, 7.5 $. O, babik. E Po shikon, këta plako, e këta shikon bere. Të një po si funksionon Allah? Këtyre sa këta që gjuajnë sa paguajnë? Shuma e coinsave është pak më, nuk e di, do më thënë varion, nuk këto se janë me paketa. Në qoftë se ble shumë coinsa, të bie çmimi pak më i lirë. Edhe nga zona në zona ndryshon çmimi i coinsave, po me pak fjalë, një personi do me thënë që ta hedhë atë minierën $5, ai e ble $15. Kjo është me pak fjalë. Që ti po këtë po e rregullojnë atë pjesën e ndryshimit të coinsave plako, se po i fusin një super stock market ata rob që i blinin ande nga Azerbajxhani. Shiko. Po. Blinin ande nga Azerbajxhani dhe i shisnin te plako me rob shpije po super lek një moment. Varet se sa ka të fiksuar që kanë kështu blen coinsa pa fund edhe i ashtu gjitha. Ja, po. Është, shiko, ka dhe çka. Po unë ka parë ishte njëri që bën një video, një youtuber çfarë Dutch, kështu holandez. Ai filani kështu bën një video të gjatë, ai vinte buçi blinte, i hapte me VPN sigurisht kishte hapur atje, edhe thjesht i bënte ato, pastaj ndryshonte VPN-in, i shiste prap ato, e dilte plus. Biznes interesant, duhet parë. Na e besuat interesant ama. Po nuk është se legale, se mund të marrësh në një superbank, kot, në një. Të ngelen gjitha lekët brenda. Të ngelen gjitha lekët brenda, pastaj edhe nuk ta njeh më duket as ato mjetet në identifikimit për akauntet e tjera, kështu që. Po këto sfidat e TikTokut kanë studiuar një gjë të mirë ata, se ata që punojnë tek pjesa e studimeve sociale të TikTokut, ata psikologët që janë, ata janë në të vërtetë super të zgjuar. Se kjo sfida që është këtu lart ka të bëj drejt për drejt me kumarin. Për shembull, ka persona që kanë varësi nga gjëra të ndryshme në jetë, po normale, ata që kanë varësi nga ca gjëra, karakteri atyre bën që të bien prej dhe kumarit. Në momente të caktuara, dhe kur i shikojnë këto rezultate kështu ata, e kupton, nxiten që të godasin të gjuajnë. Ka pasur raste që kanë folur edhe për televizione këtu, persona që thoshin që kanë pasur varësi nga kumari, thoshte ai futem në TikTok tani gjuaj kështu pafund, gjuaj plot. Më kupton, po jo se është më e dëmshme ose po që TikToku fiton 2/3 e atyre që gjuajnë njerëz. Edhe është si format është TikToku që nga skem piramidale vllai, ata bën lekë të dunjas. TikToku të po asnjë platformë tjetër nuk na jep mundësinë ta bëjmë dot. Me këto që edhe ne të marrim lekë, thirrën në lek TikTokut. Thirrën në lek TikTokut bursë valla, pas nga dela i qes. Duhet të valla. Kjo platformë kështu që dhe ne të dy të marrim lekë njerëz. Edhe TikToku të marrë lekë, edhe audienca do të thënë të kënaqet, nuk ka platformë tjetër, po TikToku e ka bërë. Do me thënë, kështu me projekcione, kështu si që thua ti, do me thënë i bie që ai tjetri që do e nxjerrë të njëjtën gjë me një kurs më të lirë se sa TikToku, ta nxjerrë gjys për gjys për shembull, do ja marrë vëmendjen TikToku thua ti. S'ka shanse se nuk konverton dot njerëzit, ti çoj tek ai social, nuk e çon dot atij një. TikToku këto live e YouTube-it për shembull ose Instagramit, do e bëjmë kështu tash, kot, na do qefi. Instagrami po vdes tani, me thënë të drejtën, do të thënë. Përgjithësisht Instagrami dhe Meta janë pak me kokë poshtë për momentin. Nuk po them që janë gërma, po kanë marrë goditje goxha të fuqishme nga TikToku, nga YouTube dhe nga këto. YouTube identitetin, po. Instagrami, TikToku në fillim i mori njerëzit duke bërë video 6 sekondçe, më kupton 10 sekondçe, 15 sekondçe, tani ka çuar 10 minuta, mund t'i lej, i ka 1 orë sa mund t'i lej, nuk e di, edhe ka filluar hapi dhe këto live.
është avash. Po. Kështu që shumë e vështira. Këtë skemi që po thua ti kam dëgjuar, do ta bënin ca në Shqipëri. Këtë skemi që ti merrnin TikTok-ut audiencë, po vetëm në Shqipëri, ta banonin. E kupton kështu muhabet gojë pas goje. Do një të nxirrnin TikTok-un ilegal në Shqipëri dhe t'i fusin gjithë tek ajo e tyre, po nuk e di deri ku janë në planin e tyre. Ju vetë mendja shqiptare kështu për shindallëq. Jo, pa dhe mirë Janë fare. Janë të papar. Mirë, si mirë. Dojnë tjetër ti? Do ta mbyllim, mi lërë, se. Lërë, se mos e prano, ikim, mbyllim. Ikim sa nuk jemi zënë akoma. Jemi mirë kështu. Jo, jemi për qef. Me miell nuk jemi lyer, vez nuk kemi thyer, jemi për qef. Ama se unë 2 kam, përse na lësh pa mëngjes. Pa mëra, ki. Nas me mirë, ciao, kalofsh mirë. Dëgjoj mirë tjetër, nas me mirë. Nas me mirë shokut. Ciao, flasim. Ciao. Ciao.